Përshëndetje, ja ku jemi përsëri, javë e re, muaj i ri, i fundit i këtij viti. Uroj t'i marrim me vete çka ka për të marrë, të këqija, na lëri vetëm me të mirat për vitin e ri që po vjen, sido që të jetë, do kemi kohë për të folur për muajin dhe vitin e ri. Besoj në YouTube Zotja Oracle do gjeni ato parashikime si gjithmonë. Tani, përsa i përket kësaj jave dhe këtij muaji, dhe njëherë t'ju them muaj të mbar dhe javë të mbar. Për parashikime personale, mos hezitoni më shkruani në numrin WhatsApp 069 620 2290 dhe nisim direkt me javën. Që dita e hënë shumë fort dhe qartë ju thot të bëni mirë hesapet tuaj dhe ta qartësoni mirë trurin në lidhje me individ dhe situata që ende janë problematike për ju. Do të thot në qoftë se muaj ju përballi dhe ende po ju përball me situata nga e kaluara, me persona nga e kaluara, që fundja u kthyen jetën tuaj vetëm për t'ju bërë dhe më shumë malore, atëherë tani është momenti juaj që ti tregoni vetes pikë së pari se nuk keni më nevojë për këta individ, nuk keni më nevojë për asnjë gjë që t'ju bëjë të ndjeni më të pakët dhe më të vegjël nga që realisht jeni. Pra është momenti juaj për të mbështetur veten pikë së pari dhe për t'i thënë kujdo dhe gjithçka që nuk ju intereson dhe nuk ju leverdis më të shkojë ande nga erdhi. Pra, ditën e hënë do të shlyeni hesapet shumë të rëndësishme, me thënë të drejtën. Unë të mbështesni interesat tuaja, kujdes nga manipulimi, individ me të cilët do përballeni vinë jetën tuaj ose do mundojnë t'ju tregojnë se sa prepotent janë, sa akoma ndikim kanë tek ju për t'ju ulur dhe njëherë kokën më së shumti se sa për të sjellë diçka të mirë. Juve që keni pas probleme me varësit, me bese të ndryshme që keni, me dobësit të ndryshme që keni si individ të caktuar, atëherë po do të përballeni me besin, me dobësin, me çfarëdo gjë ka këtë lloj emri. Për thash t'i treguar dhe njerë vetes që ja dilni, mund t'ja dilni, fundi aty dhe kuptoni, ja dilni apo jo. Mundësia këtu është uroj që ta shfrytëzoni ashtu siç duhet. Përsa i përket shëndetit dhe përsa i përket paras, prandaj po ju them me kujdes maksimal ditën e hënë sepse besi është bes. Edhe mund t'ju rrokullisi përsëri në ujëra që nuk doni të notoni më. Atëherë, përsa i përket ditës së martë, dita e martë është dita e mbylljes së cikleve shumë të rëndësishëm. Uroj që ajo që nis ditën e hënë të mbyllet të përfundoj ditën e martë. Është shumë e bukur kjo gjë që po ndodh, është shumë e rëndësishme për disa prej jush ka lidhje me një cikël shumë të madh, 10 vjeçar, me të tjerë mund të jetë thjesht një 13 mujosh, domethënë një vit, por që diku aty jemi. Çfarëdo gjë ka të bëjë me letër të tillë tregon se keni një vit që po ende në ujëra të caktuara, me individ të caktuar, ju thash parashikimin e ditës së hënë, thash zgjat edhe në ditën e martë ose shtri edhe në ditën e martë, pikërisht për t'i dhënë fund kësaj gjëje, se do është një marrëdhënie e dështuar dhe do të marrë fund, se është një varësi që ju e keni kundrejt një çfarëdo gjë qoftë. Se është çfarëdo gjë qoftë, është ajo që është, them se këtu i jepet fund, mbaroni, mbyllet një cikël dhe vazhdon, po thënë jeta përsëri në tjetër lloj prizme dhe në tjetër lloj mundësish realizimi. Përsa i përket ditës së mërkurë, dita e mërkurë, shikoj se është shumë e rrezikshme kjo javë përsa i përket armiqve, përsa i përket armiqve që janë dhe të jashtëm, sigurisht, domethënë individ që ju lidh puna ose ju ka lidhur puna në situata të caktuara, por ka të bëjë me veten tuaj. Ndonjëherë jemi ne armiku më i keq i vetes tonë. Sido që të jetë dita e mërkurë, do shumë kujdes, sidomos për juve që notoni në ujëra të thella dhe sa tuaj keni dhe zakon të provokoni fatin tuaj, bëni kujdes sepse situata këtu nuk është e lehtë. Sido që të jetë dita ju përballet me armiq të vjetër, po ndoshta edhe të rinj, edhe me veten tuaj po ashtu. Kujdes, mbroni interesat tuaja. Nuk do jetë e lehtë, ndaj dhe shkoj zakonisht momentet të tilla janë jo thjesht toksike, sepse nga toksiciteti nis çdo gjë, por janë riskioze, do të thotë, po flasim për rrezik të madh, po flasim për rrezik të vogël. Kështu që bëni kujdes, do mos juve thash që e provokoni fatin tuaj, si jeni meshkuj apo jeni femra. Varet se si, secili prej jush, atë e dini juve vetë. Përsa i përket ditës së enjte, edhe në fakt nis muaj i tillë, kështu që bëni kujdes. Përsa i përket ditës së enjte, dita e enjte ju kthen vëmendjen dhe vështrimin tek fëmijët tuaj pikë së pari, apo çfarëdo gjë ka të bëjë me punën krijuese, çfarëdo gjë ka të bëjë me aspektin artistik të punës tuaj apo të jetës tuaj, çfarëdo gjë ka të bëjë me një projekt ose plan që keni dhe tani po e vini në vi, dhe këtu po sigurisht kemi dhe çështje prindërimi për gjithëve që ende s'ja keni dalë të bëni prindër, po
keni këtë lloj qëllimi dhe synimi. Sido që të jetë dita e enjte, favorizon fëmijët, favorizon çfarëdo lloj gjëje ka lidhje me fëmijët tuaj dhe nëse keni pas probleme me ta, duket se këto probleme mbarojnë me sukses të madh. Dhe fati ju do në përgjithësi. Unë them se pavarësisht naivitetit tuaj brenda kësaj ditës së enjte, fati ju do dhe do ju nxjerrë nga situata të vështira ku ju do e fusni veten ose jo të lezetshme nëse doni dhe kështu ta themi, të zbukuruar. Kjo përsa i përket ditës së enjte, përsa i përket ditës së premte, dita e premte është një ditë që ju tregon se pritet edhe pak, pikërisht dhjetori do të jetë ai i cili do të sjellë dhe kurorëzimin e arritjeve tuaja në sukses. Pra fundi i dhjetorit me sa duket ka për të qenë goxha i rëndësishëm për një pjesë të mirë prej jush. Dhe thjesht prisni momentin tuaj. Pra, për çfarëdo gjë do të jeni duke biseduar, komunikuar, vështruar, analizuar ditën e premte. Dhjetori dhe fundi sidomos i tij është ai i cili do të sjellë dhe suksesin e asaj situate ose asaj bisede apo çfarëdo gjë do të jeni të angazhuar gjatë ditës së premte. Çfarëdo problematike mund të jetë ose thjesht një vështrim drejt së ardhmes. Përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është ditë shumë e bukur për ta kaluar me të afërmit tuaj, është ditë shumë e bukur për të marrë vendime të rëndësishme përsa i përket një marrëdhënieje në çift, po flasim serioze, në një fejesë, martesë, bashkëjetesë, për të krijuar familjen tuaj, pse jo? Është dita e fjalëve të sinqerta, edhe që jeni të sinqertë me të tjerë dhe të tjerë të sinqertë me ju. Është një ditë shumë e bukur pas tërtie dhe realizimesh të vërteta, nëse e doni ta themi dhe kështu, dhe përsa i përket çështjeve shumë vetësore, duket se arrim në një farë stabiliteti. Përsa i përket ditës së diel, dita e diel ju tregon shumë qartë se nuk keni përse u mbisni më kohë, do të thënë mjaft kohë keni humbur duke pritur, dale kur të vi momenti, jo po s'ka ardhur momenti, po dhe kur momenti vinte ju ishit të vendosur. Pra, këtu dita e diel ju thot, përvishi mëngët dhe futju punës, mos limë mundësi të ikin siç të kanë ikur mundësi të tjera deri tani, dhe kujdes sepse këto mundësi me të cilat do përballeni prej këtij në vazhdim mund të jetë të fundit e atyre që normalisht kërkonit edhe prisnit të kishit si realizime. Dhe përsa i përket një objektivi, atë më të rëndësishme që keni dhe po mendoni në këto momente të jetës tuaj, atëre realizimi i asaj gjëje është vetëm në dorën tuaj, varet vetëm nga ju. Pra çfarëdo gjë keni kokën tuaj si formë realizimi, çfarëdo lloj ëndre, perspektive dhe nuk e dim se çfarë gjë tjetër mund të jetë, është vetëm në dorën tuaj. Ju e keni në dorë për ta realizuar këtë gjë. Atëherë, forca, sikur se thash. Përshëndetje një Demi dhe ja ku jemi përsëri sot java në Zodiac Oracle si çdo javë për të analizuar edhe një herë javën e parë të dhjetorit, ndaj dhe më takon t'ju them edhe javë të mbar, por edhe muaj të mbar. Për muajin do të flasim në YouTube Zodiac Oracle, aty do të dëgjohemi më gjerësisht. Këtu tani do analizojmë javën si gjithmonë pa kohë, ju kujtoj vetëm se më kontaktoni për parashikimet tuaja personale në privat në numrin WhatsApp 069 620 2290 dhe nis direkt me ditën e hënë që normalisht ju thot, po, edhe ato pak gjëra që kanë mbetur pa ndryshuar në jetën tuaj, keni tani në dorën tuaj ta ndryshoni. Pra çfarëdo gjëje e vogël ka mbetur nga e kaluara, që nuk ju lidh më me të ardhmen, nuk ju shërben më për asnjë gjë, është vuajtja e fundit ose sa thosh mendimi i fundit kundrejt një individi, atëherë mbaron këtu. Pra ditën e hënë mbylli një çështje shumë të rëndësishme që ka mbetur pezun nga një situatë që ju lidh me të kaluar, qoftë kjo një individ, qoftë kjo një mendim i caktuar që kishit ose një botë kuptimi i caktuar që nuk ju vlen më dhe nuk ju shërben më për asnjë gjë. Dita e hënë ndoshta disa prej jush mund të gjejë edhe në një sallë kirurgjikale duke ju nështruar një operacioni por që ju del me sukses. Sado që të jetë është momenti i fundit që shqetësoheni për ato çka ishin dhe që nuk do të jenë më, dhe këtu prej këteje në vazhdim fillon një epokë e re realizimi për ju, shumë herë më e rëndësishme dhe shumë herë më benefike se sa ajo që po ju lë, po lini pas më saktë.
Përsa i përket ditës së martë, për ju që keni pas sidomos, për ju që keni pas probleme në marrëdhënien tuaj në çift, por që nuk arritë deri në ndarje, pra nuk po flasim për juve që keni kohë që jeni ndarë dhe po prisni rikthime, po flasim për ju që keni pas atë ftojen tuaj në çift, atë mosmarrëveshjet tuaja të vogla, ato mospërputhjet, nëse e doni ta themi dhe në këtë mënyrë, atëherë le të themi që këtu vjet re një bashkim i cili vjen pikërisht në momentin e dur dhe që ju premton se nuk do të ketë më probleme prej këtej e në vazhdim. Për të gjithë juve që ende nuk e keni gjetur gjysmën tuaj tjetër, besomuni keni kërkuar shumë, jeni endur shumë dhe ja ku po ju vjen më në fund. Për sa i përket ditës së mërkurë, dita e mërkurë, disave prej jush ju tregon se sa të manipuluar ende jeni, se sa realisht të tjerët e kanë kontrollin në jetën tuaj dhe juve jo. Të mund ta vini re në familje, mund ta vini re në një marrëdhënie aktuale se ku ndodheni, mund ta vini re në rrethin tuaj shoqëror, kudo mund të jetë kjo gjë, e vërtet dhe fiktive, ajo çka ju mbetet është thjesht ta shikoni realitetin për atë çfarë është. Ta pranoni një herë faktin që kështu është dhe më pas çfarë të bëni, të thoni boll me kaq, ta merrni situatën në duart tuaja, të bëni atë shkëputjen e madhe dhe fundi ta merrni realitetin dhe jetën tuaj në duart tuaja. Pra dita e mërkurë jep mundësinë të hapni sy dhe të shikoni se sa të manipuluar jeni nga situata dhe individ dhe fundja të vini fund kësaj gjëje dhe të merrni përsëri kontroll në jetën tuaj në duart tuaja. Nuk e di ta shohim se sa do arrini këtë gjë. Po fundja ky muaj dhjetor do ju ndihmoj goxha për sa i përket kësaj pjese. Përsa i përket tani ditës së enjte, dita e enjte është dita që shumë prej jush, për shembull, mund vendosin do martohem. Erdhi momenti, jam gati, e kam darë mendjen, e kam gjetë personin, po martohem, po fejohem, po bashkëtoj çfarë të doni ju. Gjithashtu është një ditë shumë e rëndësishme përsa i përket bashkëpunimeve që doni të nisni apo po nisin këtë periudhë. Kështu që si për bashkëpunime të rëndësishme që të zgjasin në kohë do të sjellin fitime të konsiderueshme, por edhe për sa i përket aspektit personal, pra dashurisë dhe romancës, atëherë këtu marrim mendime të rëndësishme për sa i përket të ardhmes dhe fatit të kësaj marrëdhënieje, që më në fund kurorizohet në diçka të madhe me sa po shoh. Do po themi do martoheni atë ditë, po themi do merrni vendimin, okay? Do e diskutoni, do e mendoni. Do mbetet pak më vonë në kohë për të realizuar kjo gjë, diku aty nga pranvera ose fillimi i verës. Për sa i përket tani të premtes, për sa i përket ditës së premte, dita e premte po ju thotë se po ecni mirë me jetën tuaj, me planet tuaja, me qëllimet që i keni vendosur vetes, pra çfarëdo gjë që po ndërtoni tani duket se po ndërtohet në baza të forta dhe do të ketë goxha, sukses dhe arritje në vitet në vazhdim. Nuk po flas për vitin në vazhdim, po flas për vitet në vazhdim. E vetmja që ju mbetet të bëni është të qëndroni besnik objektivave dhe qëllimeve tuaja, të mos shkëputeni nga realizimi i tyre, pra të mos shpërqendroheni, çdo gjë është e mundur. Pra po ecni mirë me sa po shoh. Përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë sjell afër jush persona dhe individ që tua duan të mirën, ju mbrojnë nga rreziku që mund të jeni duke u përballur disa prej jush, ju ofrojnë ndihmë atje ku keni nevojë për ndihmë, por mund të jetë rikthime ende, rikthimi një personi që nuk është vetëm se s'mund të ketë qenë partner për ju, por mund të ketë qenë dhe mik, shok, shoqe e ngushtë. Sidoqë të jetë nëse keni pasur problematik të caktuar të tillë me individ të caktuar, duket se arrihet paqja dhe arrihet edhe falja në fund të fundit. Përsa i përket dhe ditës së diel pastaj, dita e diel ju tregon shumë qartë dhe bukur se më të mirat ju vijnë prej këteje në vazhdim. Pra nuk mund të ketë më kthim pas, nuk ka dhe kuptim të ktheheni më pas në çfarëdo gjëje është e kaluar, as me individ, as me situata. Çfarëdo gjë nuk u realizua deri më tani, është më mirë ta lini, ta harroni dhe të shikoni se çfarë bëhet prej këtej tutje dhe e vërteta është kjo. Pra çfarëdo gjë ju lidhte me të kaluarën mbaron së ekzistuari, pikërisht ditën e diel, dhe ajo çka kuptoni është se prej këtej në vazhdim të gjitha gjërat janë të mundshme për duke vështruar nga e ardhmja. Kjo dhe përsa i përket punës, kjo dhe karrierës, pra kjo dhe përsa i përket aspektit personal, kjo përsa i përket gjithçkaje që nuk arritët dot deri më sot. Dhe përsa i përket një ëndre të madhe që keni, një diçkaje shumë të veçantë, se kur do e ketë realizimin apo se kur do ta shikoni realitet në jetën tuaj, atëherë do ju duhet pak më shumë se një vit për ta arritur këtë gjë. Do me thënë sa duket është një objektiv shumë i madh
që të kërkoj kaq shumë kohë për të realizuar, ose të paktën mbase, nuk e di, në mendjen tuaj do të jetë çike ngaturuar çështja që do kërkoj kaq shumë kohë për të realizuar, sido që të jetë për atë gjën tuaj specifike, të veçantë, atë objektivin tuaj kaq të madh maksimal që mund të jetë blerja një shtëpie, ardhja një fëmijë në jetë, mund të jetë gjetja e partnerit të dur, stabiliteti juaj ekonomiko-financiar ose stabiliteti juaj në karrierë, atëherë do duhet më shumë se një vit. Okej? Prej tani. Përshëndetje, përshëndetje një binjakëve dhe ja ku jemi përsëri këtu në Zodiac Oracle me parashikimet e javës, që rastisë edhe me muaj të ri, kjo javë, kështu që ju uroj dhe një muaj të mbar, po dhe një javë të mbar. Parashikimet e muajit sigurisht do i gjejmë në YouTube Zodiac Oracle, do ju njoftoj se kur, do i keni gati ato. Përsa i përket parashikimeve personale, për ju që dëshironi të rezervoni takimin tuaj në privat, më shkruani në numrin WhatsApp 069 620 2290. Përsa i përket javës tani, ti përvishemi punës. Dhe i nisi me ditën e hënë, pa shikojeni një çik, bëheni integrimi. Integrimi nuk është tjetër vetë se bëjmë pjesë e një ambienti të ri pune, bëjmë pjesë e një shoqërie të re, bëjmë pjesë e një grupi shoqëror, bëjmë pjesë e një jete të re dashurore. Çfarëdo gjë qoftë është me sukses për ju, pra çfarëdo gjë ka të bëjë me karrierën, po dhe me aspektin personal, duket se më në fund gjeni terrenin që ju shkon dhe ju takon. Dhe shpërbleheni, sido që jetë me partnershipe personale dhe ndërpersonale dhe profesionale që ju i meritoni më në fund. Pra, të tilla gjëra sjell dita e hënë. Përsa i përket ditës së martë, dita e martë ju jep mundësinë ta shikoni jetën tuaj jo më përmes vrimës së Chelsea, por duke hapur derën dhe duke i parë gjërat ashtu sikurse realisht janë. Mbase vërteta nuk do ju pëlqej, mbase vërteta do ju shokojë, mbase nuk i kishit parë në këtë lloj prizmi realitetin ashtu sikurse do ju shpaloset, por që çon si ka, kjo ju jep dhe mundësinë që duke i parë gjërat për atë çka realisht janë, nëse nuk ju pëlqen ajo çka po shihni, ta mbyllni një herë mirë atë derë dhe të shpresoni sepse vërtet mbyllni një derë, po ju hapen 10 dyert të tjera. Kështu që sido që të jetë, le të themi diçka kthjellohet në mendjen tuaj, diçka e kuptoni, diçka e merrni vesh, sigurisht që nuk jo në gjitha rastet është diçka e bukur, por që sido që të jetë është e nevojshme për këtë moment që po kaloni, për të kuptuar tamam se në çfarë fazë jeta juaj është. Dhe po ju them kaq, mos u shqetësoni nëse një derë është duke u mbyllur në jetën tuaj. Do të hapen 10 të tjera. Kështu që madje në këtë rast uroni që vërtet jetë kështu si po them unë. Pse? Sepse ju del shënherë më mirë nga që ndoshta dhe shpresoni juve vetë. Përsa i përket ditës së mërkur, lëreni rjedhën, t'ju çoj atje ku ka ndërmend t'ju çoj. Mos e kundërshtoni. Jam e sigurt që shumë prej jush jeni të pasigurt, të paqartë, nuk po dini pse jeta juaj po ndryshon apo po ndryshoi në këtë pikërisht moment të saj, jeni të çorientuar, po sigurisht që jeni, por unë po ju jap vetëm një këshill, duke bashkangjitur këtë dhe ditës së martë, po ju them se nuk ka rëndësi se çfarë po ndryshon në jetën tuaj, a jeni apo jeni gati ju. Thjesht shkoni me rjedhën, nuk ka për t'ju gjetur asnjë gjë e keqe, në qoftë se nuk e kundërshtoni fatin tuaj në këto momente. Lëre t'ju çoj atje ku mendon ai se është më mirë për ju. Ktu tani mund të jemi duke u përballur me një jetë të re, domethënë ndoshta fati po ju çon diku jashtë shtetit ose fati po ju kthen brenda shtetit përsëri, ndoshta fati po ju çon në një marrëdhënie tjetër, për cilën jeni dhe si jeni gati, ndoshta këtu jemi në prag të një shtatzanie, por që nuk është ndër ato shtatzani që i mirëpresim, mezi po i prisnim. Është ndër ato situata që thua po tani jam gati, unë e përballoj, domethënë e tillë situata është për gjithçka, mund të jetë duke ardhur tani në jetën tuaj, por unë i them lëreni të vi dhe shkoni me rjedhën. Pse? Nuk do ju dali për keq, do ju dali shumë për mirë, besomeni. Përsa i përket ditës së enjte, dita e enjte o do të keni thirrje nga gjyq, gjyq temën, si themi ndryshëm, gjykata. Pra, o do të thirreni, do të merrni një shkres, thirrje, paraqitja, nuk e di se çfarë, nga
gjykata, ose sido që të jetë një çështje që u lidhte me gjykata, çështje ligjore, gjyqësore, zgjidhet pikërisht ditën e enjte. Të shohim sepse kjo është, nuk e di, nuk di ta përcaktoj tamam, sepse nuk e di jeta se cili prej jush si lidhet me këtë lloj gjëje. Në pjesën më të madhe të rasteve kjo letër tregon thirrje, domethënë të thërasin për të dëshmuar, për të marrë një vendim, të komunikohet marrja e një vendimi, ose nis një proces për të cilin duhet të bëheni gati sepse do ketë ato fazat e veta. Kjo përsa i përket ditës së enjte. Përsa i përket tani ditës së premte, dita e premte ju tregon se momenti juaj më i leverditshëm i arritjes objektivave tuaja është vera. Është vera dhe sidomos fundi korikut me gusht. Kështu që atëherë keni për ta parë veten tuaj të maturuar, të fortë, të fuqizuar, të suksesshëm, pavarësisht momenteve që po kaloni tani. Përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita që do të përballeni edhe një herë me situatat së kaluarës. Çfarë janë këto? Mund të jenë shpifje, mund të ketë një kaos total në jetën tuaj. S'dini më se, domethënë nuk dini se ku keni dhe kokën edhe ju, por janë të vjetra, domethënë janë situata të cilat i kishit parë dhe më përpara, e dini që ishin aty, i keni neglizhuar, nuk keni angazhuar me zgjidhjen e tyre, tani ato po rishfaqen më të forta se kur, por t'ju dhënë dhe një herë mundësi që t'i zgjidhni një herë për gjithmonë. Kujdes me çështje inati, me çështje acarimesh, kujdes humbje ekonomiko-financiare, mund të dalë shpenzime ande nga nuk e prisni, kujdes debate, kujdes egocentrizmin, kujdes humbjet në përgjithësi. Kaos është momenti dhe ju duhet të gjeni udhën e dur për të dalë nga gjithë kjo situatë. Kujdesit ashtu dhe me shëndetin tuaj, sepse kam përshtypjen se tendencat tuaja po shkatërrojnë, jo vetëm nuk po shkatërrojnë thjesht mendërisht, por edhe fizikisht, dhe ndoshta një problem që mund të keni pas me shëndetin tuaj ta ktheni dhe në çështje kronike. Kështu që bëni kujdes. Dhe përsa i përket pastaj ditës së diel, dita e diel u tregon se disa individ do të mbeten përfundimisht kapitull i haruar i jetës tuaj, domethënë shumë individëve i thoni mirupafshim njëra për gjithmonë ditën e diel, ose kuptoni se shumë shpejt do të detyroheni të thoni mirupafshim. Dhe do të shikoni se si ata do të zëvendësohen me individ të tjerë më të rëndësishëm, të cilët kanë për të sjellë realizime më të bukura dhe arritje më të mëdha në jetën tuaj prej këtej në vazhdim, qoftë në aspektin personal, po dhe profesional qoftë. Kështu siç nisi java pak a shumë të kuptuarit që po vi ndryshime në jetën tuaj, ashtu edhe mbyllet. Dhe ju jeni detyruar ta shikoni realitetin më për atë çka është krijuar. Ndërkohë që përsa i përket arritjes objektivit tuaj maksimal, për çfarëdo lloj gjëje mund të keni në mendjen tuaj si arritje më e madhe, çfarëdo gjë qoftë, një fëmijë, një shtëpi, një karrierë, nuk e di se çfarë, momenti se kur ajo arrihet është shumë shpejt. Dhe kur themi shumë shpejt, kjo gjë mund të realizohet deri nga fundi i këtij muaji të ri që po vjen. Kështu që shumë shpejt ëndrat tuaja bëhen realitet, thjesht keni besim tek procesi që ka nisur, ju lutem shumë. Përshëndetje nga Foris dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Do ju uroj njëkohësisht dhe javë të mbar, po dhe muaj të mbar, duke qenë se kjo javë na çon në muajin e ri, dhjetor, që shpresojmë të jetë, po do jetë muaj i rëndësishëm dhe do sjellë gjëra të bukura edhe për ju. Ju të dhjetëdiçit të fundit, të lindurit në fund fare të shenjës tuaj nuk ka mundësi brenda këtyre ditëve të mos keni arritur një realizim të madh ose një objektiv të madh që do shtrihet edhe brenda dhjetorit, sido që jetë avash të gjithë them, dhjetëdiçët kanë për të marrë nga diçka. Sido që të jetë për parashikime personale, e dini shumë mirë tashmë, më shkruani në numrin WhatsApp 069 640 2290. Përsa i përket ditës së hënë, dita e hënë nis me një mesazh shumë të rëndësishëm në mënyrë që të keni sukses në të ardhmen për arritjen e qëllimeve dhe objektivave tuaja kryesore, cilat do qofshin ato, e rëndësishme dhe udhës është të lini fatin t'ju çojë t'ju marri me rrjedhën e vet. Domethënë gjëja më mirë do të ishte të dorëzoheshit, të mos ngulmoni dhe të mos përpiqeshit të sillit me se s'bën ju ndryshimin në jetën tuaj, por lëreni atë të vinë natyrshëm dhe t'ju marri me vete. Nuk ka rëndësi në qoftë se ato ndryshime që po vinë nuk përshtaten ose nuk përputhen me dëshirat tuaja. Besoni kur ju them se nëse keni besim të gjithë ky proces dhe e lini të zhvillohet natyrshëm, atëherë ju asjell realizimin shumë herë më të madh dhe më të rëndësishëm nga ç'ndoshta e prisnit ju vet. Thjesht lërini gjërat të rrjedhin ashtu sikur se duhet pa i kundërshtuar.
Për sa i përket ditës së martë, do i thosha shumë kujdes domos në ambientin e punës. Këtu kemi rivalitet, kemi konkurrencë. Kjo konkurrencë nuk është as e shëndetshme, por nuk është as e drejtë. Do të kuptoni që ky lloj rivaliteti është ka për bazë manipulimin pikë së pari, manipulimin, gënjeshtren, mashtrimin. Ka individë të cilët duan të përfitojnë nga puna juaj ose duan t'u nxjerrin juve keq për të dalë ata mirë. Nuk është ere pashë po përballeni me situata të tilla, por as do jetë ere fundit. Thjesht kësaj here keni mundësi, duke vështruar lojën e këtyre individëve, tu e meni këtyre në kthes. Pra mundoni të bëni dhe ju lojën që këta kanë bërë gjatë gjithë kohës dhe aty ku nuk e presin të jeni ju ata të cilët jepni goditjen e fundit përfundimtare. Pavarësisht ama fakt se po ju them bëni kujdes në ambientin e punës, kujdes do të bëni kudo, dhe në shoqëri, edhe për çështje domethënë personale, dhe sidomos këtu kujdes dhe me financat. Nuk u besojmë kujdo dhe premtimeve që na bëjnë, sepse mund të jenë mashtrime dhe mund ta pasojmë keq në fund. Nëse tani po njiheni me një person, nuk është ai që mendoni apo po ju paraqitet se është. Kështu që kujdes me këto çështje dhe këto situata. Në qoftë se i nënshtruar një kontroll mjekësor, atë ju del një rezultat i caktuar që nuk ju bind ashtu siç duhet, atëherë bëni mirë të bëni një kontroll tjetër, ka shumë gjasa që të keni rastisur në mashtruesa njerëz. Pavarësisht se janë në mjekësi, janë mashtruesa. Kështu bëni kujdes. Për sa i përket ditës së mërkurë, dita e mërkurë sjell atë një mundësi që njeriu vjen në jetë. Çfarë mund të jetë kjo? Që nga më hapen syt dhe shikoj realitetin për atë çka është dhe kuptoj se sa dëm i kanë bërë vetestime me individ dhe situata, që nga marr jetën duart e mia dhe sjell ndryshimin në jetën time vet, unë personalisht, e deri më pastaj tek një fitore shumë e madhe ligjore gjyqësore ose mundësia e realizimit në karrierë apo realizimi si prindër. Çfarëdo gjë qoftë, është një mundësi që njeriu vjen në jetë. Gjithçka është pro jush ditën e mërkurë, uroj të kapni mundësitë që ajo sjell dhe të bëni diferencën, pse jo, diçka shumë e bukur po lind dhe është fenomenale, është e papërsëritshme. Për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte ju sjell njerëz në shtëpi. Pra me sa duket do të prisni ose mirë prisni në ambientin tuaj familjar, pra brenda banesës tuaj, individ që keni kopa i parë, keni kopa dëgjuar prej tyre. Mund të jenë fëmijët tuaj që jetojnë jashtë, mund të jenë, nuk e di, teze, halla, çfarëdo gjë qoftë që domethënë jetojnë larg dhe vinë për vizitë. Çfarëdo gjë qoftë është e bukur, do ta shijoni, përmes këtyre individëve dhe bisedave me tyre dalin edhe zgjidhje problematika që mund të keni ju në familjen tuaj ose në jetën tuaj, pra një ide që ta do ju japin duket se ju jep goxha hof ose ju azgjidh një problematikë që keni, ose thjesht ju duket se ditën e njëjtë nuk do të keni shumë dëshirë për të dalë, por keni më shumë dëshirë për të qëndruar në shtëpi, për të lexuar një libër, për të dëgjuar pak muzikë, nuk e di, për të krijuar atë hapësirën tuaj intime. Dhe brenda kësaj pikërisht atmosfere duket se vetë i zgjidhni problemet që aktualisht keni ose ju që orientojnë për momentin. Përsa i përket ditës së premte, dita e premte është një ditë me sa duket e rëndësishme për kontrata, përsa i përket kontrata të rëndësishme lidhje me karrierën tuaj, por edhe për të marrë përsipër angazhime, si për shembull në jetën personale, fejohem, martohem, krijoj familje, gjëra të tilla. Pra, çfarëdo gjë ka të bëjë me karrierën, por edhe me aspektin personal, duket se dita e premte premton për të marrë vendime afatgjata. Përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita e njerëzve të sinqertë, të fjalëve të sinqerta, të pastërtisë në vija të përgjithshme, por mund të jetë edhe dita që nëse keni person të moshuar afër jush, të kujdeseni për ta. Ju që jeni fëmijë dhe keni persona të moshuar, prindrit tuaj ose nuk e di, këdo qoftë, duhet të kujdeseni për ta. Nëse keni një person i cili po vuan pak me shëndetin, bëni mirë të qëndroni afër, dhe në përgjithësi është një ditë të paktën që çfarëdo gjë do thuhet e pastër, dhe e vetmja pjesë ku do të bëni kujdes është të kushtoni pak më tepër rëndësi shëndetit tuaj, mos abuzoni me shëndetin tuaj, mos i merrni gjërat kollaj, mos neglizhoni pra me këtë pjesë, dhe përsa i përket financave gjithashtu, pavarësisht zemrës tuaj të madhe, mos e ngatëroni xhepin me miqt sepse në fund do t'ju bëjnë armiq, dhe për njëjtë të reja kujdes sepse personat që do të njihni nuk janë ata që mendoni ju se janë. Dhe përsa i përket ditës së
dita e diel kur orëzohet me një sukses i jashtë masë të madh. Nuk do më çuditste nëse shumë prej jush vërtet jeni duke u fejuar, martuar apo nisur një bashkëtesë ditën e diel, ose po bëni prindër ndoshta për herë të parë, ose po hyni në shtëpinë e re që kaq shumë e keni pritur, ose më në fund po shpërngulen diku jashtë. Pra është një arritje e një viti përpjekjesh, ta themi tamam, pra ju është dashur pikërisht një vit për realizimin e kësaj gjë që më në fund kur orëzohet me sukses pikërisht ditën e diel. Dhe do ju sidomos që do ju se thua shoqëroj edhe prej këtej në vazhdim. Pra nuk marron këtu thjesht nis ky rrugëtimi juaj. Dhe përsa i përket objektivit tuaj maksimal, cili do qoftë ai për secilin prej jush, atëherë periudha për ta realizuar ajo çka ju thotë është se akoma jo. Ende nuk është i mundur realizimi i asaj gjëje që ju e keni si më të shenjtën për momentin, sa akoma jo. Varet, po flasim për një dëshirë, një mendim, nuk e di çfarë do të gjë qoftë, nuk jetë një rikthim për shkak, ta kuptoni. S'do më thoni mua po si ti na the që të dielën, po sigurisht, por pjesa më e madhe prej jush ka një vit që po e pret ato të dielën dhe vjen. Po flasim për punë, për përpjekje, për investime, për shumë gjëra me radhë. Kurse kjo gjëja tjetër që i bie të keni në mendjen tuaj, mund të jetë për shembull, nuk e di, mund të jetë çfarëdo gjëje, por që më tepër do e lidhja me ato kthimet, rikthimet apo pritshmëri te i mase të mëdha, të cilat ende nuk kanë hyrë në punë, pra nuk është se keni punuar për to apo përpjekur për t'i realizuar ato, do i duhet goxha kohë dhe tani nuk është fare momenti, me të drejtën. Përshëndetje një Luani dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Javë që përkon edhe me muajin e ri, ju uroj dhe javë të mbar dhe muaj të mbar, uroj vërtet jetë i bukur ky muaj për ju, kam përshtypje se do jetë për pjesën më të madhe prej jush, do që jetë për parashikimet astrologjike do të takohemi në YouTube Zodiac Oracle. Për parashikime personale më shkruani numrin WhatsApp 069 640 2290 për të rezervuar takimin tuaj në privat dhe e hëna nis me kujdesu për veten, me kujdes ndaj vetes. Kështu që me sa duket ditën e hënë mirë do të ishte t'i kushtoni pak rëndësi vetes, qetësisë tuaj mendore, ta llastoni pak veten, pse jo, pra gjithçka rreth vetes tuaj ditën e hënë, gjithashtu mos lejoni askënd t'ju prishit erezin, okay? Thjesht merreni pushim atë ditë. Pushim është në fakt, merreni pushim vërtet, bëni diçka domethënë me atë pushimin tuaj. Përsa i përket ditës së martë, dita e martë ju tregon se për të arritur qetësinë, për të arritur paqen me veten, për të arritur suksesin, lumturinë, çfarëdo gjë tjetër, ju ka mbetur edhe pak rrugë me kryqin mbi shpinë. Pra edhe pak vështirësi ju presin derisa të arrihet objektivi juaj maksimal. Unë do i thosha kaq, po përgatitet për ju diçka shumë e madhe, që po sigurisht vjen pas vuajtjesh dhe përpjekjesh shumë të mëdha. Por vetëm ata të cilët do të dinë të durojnë deri në fund, do të dinë të kenë besimin të pashuar deri në edhe pa lëkundur deri në fund, janë ata të cilët vërtet do të mund të shijojnë këtë lloj realizimi kaq të rëndësishëm. Pra, edhe për pak kohë do ju duhet të mbartni mbi supe këtë kryq kaq të madh, vuajtjesh, përpjekjesh, bllokesash, munesash e merat, pas kësaj gjëje, pas këtij momenti, çdo gjë është e mundur. Dhe besoni kur ju them që deri në fund të këtij muaji nuk ka mundësi që të mos jeni shpërblyer për gjithçka, jeni duke pritur, madje për gjithçka keni vuajtur të zit e ullirit do thosha. Përsa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur është dita që po shumë bukur po ju thotë, atë që ju tha dhe dita e martë, prisni. Ama gjatë këtij momenti asgjë dhe askush nuk ju pengon të ndëroni, të shpresoni, të imagjinoni dhe të sillni në jetën tuaj atë realitet që me të vërtet keni nevojë dhe dëshironi të keni. Besoni se rruga po shtrohet, por bëni dhe ju pjesën tuaj. Ndajni mendje dhe ju se çfarë realisht doni, çfarë realisht kërkoni prej këtej në vazhdim, çfarë nuance, çfarë shije, çfarë ngjyrash doni që jeta juaj të ketë prej këtej në vazhdim, që çdo gjë të jetë edhe më e lehtë në realizimin e vet. Pra dita e mërkur më tepër ju thot shtrojeni rrugën, mendoni, shpresoni, imagjinoni, mos merrni vendime ama sepse nuk është ende momenti. Pra krijoni ide, realizimi do vi më vonë. Përsa i përket ditës së enjte, ditën e enjte shumë prej jush shihen në gjyq ose për një çështje
shkelje që mund të ndodhë në ambientin e punës, ose për çështje të një divorci, ose për çfarëdo lloj gjëje është ajo që ju thëret në gjyqje, në proces gjyqësor, ditën e njëjtë, dhe të shohim se çfarë vendimi do të merret. Gjykimi është në fakt, ose mund të jetë një përballje me një person që do ju vëri me shpatulla pas murit, juve që vërtet keni gabuar diku. Pra, ose një përballje ligjore gjyqësore që vërtet është e tillë, ose një përballje që i ngjan një procesi gjyqësor me një individ që ja keni sjell në majë të hundës, ose ju ka sjell juve ai. Sido që jetë është një përballje e fortë, unë do ju thoja të ruani qetësinë aq sa mundeni. Për sa i përket ditës së premte, dita e premte e kurorëzon çdo gjë shumë bukur, favorizon një pikë së pari financat, pra çfarëdo lloj bashkëpunimi mund të lindi me bazë monetare ditën e premte do ju eci shumë mirë, por dhe për sa i përket një dashurie të re që ndoshta është duke lindur tani, edhe kjo me sa duket premton mjaft. Por ju të gjithë që keni pas probleme në marrëdhëniet tuaja duket se e gjeni zgjidhjen dhe le të themi jeta lullëzon, do të ndjeni mirë ditën e premte, më vital, më të rigjeneruar, të ri në shpirt dhe në trup, pse jo, të rikuperuar, ndoshta edhe nga vështirësitë që keni kaluar deri tani, por që po, sidomos financat dhe dashuria janë kryefjala e ditës së premte dhe këto gjëra ecin shumë mirë. Për sa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita që ju përball me bllokesa, pengesa, nis çik çuditshëm që në mëngjes. Si të thuash, të tjera gjëra prisni, të tjera gjëra dalin, nesa bllokesa tash, ndoshta planet që keni nuk realizohen ashtu sikurse dëshironi ju, mund të keni debate me brenda familjes ose me partneren tuaj të jetës, ose me prindrit tuaj, por sido që të jetë situata që nuk është herë e parë që përballeni me to, pra janë të disajta herë të krijuara dhe këtu duhet të ndani mendje se doni apo s'doni ju të vazhdojmë te kjo situatë. Kështu që jepini fund atyre gjërave që do të jepni fund, ose do ju jepet mundësia të përballeni përsëri me situata thashë lidhin me të kaluarën dhe ju bëj të ndjeni keq. Mos i mbani përbrenda mlefin edhe acarimin tuaj, por nxirreni, thojeni çfarë keni për të thënë, adresojeni atë çfarë duhet të adresoni personave që u takon ajo çka duhet të thoni dhe kujdes me shëndetin tuaj, sepse këtu e shikoj që keni një tendencë për t'i bërë keq vetes, domethënë ta neglizhoni pak veten tuaj. Dhe nuk është momenti për të marrë vendime të rëndësishme, sepse nuk do të jeni të kthjellët mendërisht, do të bëni kujdes, do të jeni shumë emotiv për të marrë vendime me arsye. Nuk do të ketë arsye aty për ta përdorur. Përsa i përket ditës së diel, pastaj dita e diel nuk e di shumë nostalgjik ju bën, ju kthen shumë pas të kaluarën që në fëmirin tuaj do thosha, aty ku ëndrat ishin të vërteta, ishin të sinqerta, ishin të paqta, çdo gjë ishte e bukur, e lehtë dhe e kthjellët me sa duket për ju. Brenda këtij meditimi ose kthimi pas në kohë, kujtojeni edhe një herë se me çfarë ëndrash nisit këtë jetë. Dhe në qoftë se do ju rezultojë se nuk keni arritur as gjysmat e këtyre gjërave të cilat aspironit në një moshë më të re, atëherë besojeni kur ju them se do e bëni çdo gjë të mundur për këtë vazhdim që ti riktheheni atyre ëndrave, të riktheheni atyre aspiratave, atyre objektivave dhe t'ja dilni më në fund. Pra, pikërisht përmes këtyre kthimeve pas në kohë do të gjeni jo vetëm veten, por edhe çelësin që ju hap dyert e së ardhmes tuaj prej këtej e në vazhdim. Një profesion që se keni realizuar ende, personi jetës tuaj si dëshironi ti ishte dhe pse se keni gjetur, sepse devijuat nga rruga juaj, jeta ideale juaj si ishte, sjell shumë gjë të bukur ky kthimi pas në kohë, përsa i përket ardhmes. Dhe përsa i përket realizimit të ëndrës tuaj më të çmendur të momentit, atëherë do të prisni deri në nëntorin e ardhshëm. Me sa duket. Pra, nëntori i ardhshëm e sjell realizimin e asaj ëndrës tuaj maksimale. Për disa prej jush që kanë arritur, ndoshta këtë nëntor që lan pas, për të tjerë do të prisin deri në nëntorin e ardhshëm. Përshëndetje, përshëndetje shenjë Vigjëreshës dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Javë që përkon me muaj të ri, do ju them dhe muaj të mbar, dhe javë të mbar,
i mbarta për të qenë në vija të përgjithshme, mirë ka për të ecur për ju të 10 ditë që të parë, dhe nga fillimi po dhe nga fundi sidomos i tij, ju të 10 ditë që të dy do bëni kujdes deri afër datës 15, juve të 10 ditë që të tretë pastaj keni gjëra për të parë, do bëni shumë kujdes aty nga fundi i muajit, dhe sidomos deri nga data 24 nga fundi tash, dhe sidomos deri nga data 24 i tij. Pastaj gjërat fillojnë të shtrojnë shumë bukur. Sido që dihet për më shumë do më ndiqni në YouTube Zodiac Oracle me parashikimet e muajit. Për sa i përket parashikimeve personale, më shkruani në numrin WhatsApp 069 640 2290, aty mund të rezervoni takimin tuaj në privat. Për sa i përket ditës së hënë, sigurisht dita e hënë ju çon edhe më afër realizimit tuaj të shumë pritur. Çfarë është kjo? Nuk e di. Arritje dhe ngritje në karrierë, realizimi në fushën personale, zhbllokimi ekonomiko-financiar, gjetja e vetes, çfarë do gjë qoftë, dita e hënë ju sjell një frymëzim aq të rëndësishëm dhe aq të madh sa që ju çel rrugën drejt realizimit për sa i përket të ardhmes. Për sa i përket, mos harrojmë që në duset realisht aty janë në aksin peshk vigjëresh, kështu që kemi gjëra plot për të marrë. Dhe duke qenë se kjo hëna e plot e datës 5 takon në duset, atëherë shumë prej jush të shenjës së vigjëreshës do mos 10 ditë që i dytë, juve të fillimit të 10 ditë që të dytë, domethënë të lindurit deri datën e shumta 5, duket se përmes fundit që sillni në jetën tuaj ju pret edhe realizimi i madh. Pra, ai që do ju çojë edhe në të ardhmen tuaj prej këtej në vazhdim. Përsa i përket ditës së martë, dita e martë po shumë bukur, mbet qefi. Dita e martë sjell një premtim, një propozim, një ofertë, një çfarë të doni ju. Përsa i përket dashurisë, favorizon jashtëmase shumë. Përsa i përket marrëdhënieve në total, në çift, personale, ndërpersonale, në familje, në kudo, sjell stabilitet edhe gjërat që nuk shkonin mirë, duket se do ecin mirë prej këtej në vazhdim. Shumë prej jush ama e thash, mund të merrni një propozim të rëndësishëm për fejesë, martesë, bashkëjetesë, dhe mund të lindi një bashkëpunim i cili jo vetëm do të zgjasi në kohë, por ka për t'ju çuar shumë larg për sa i përket suksesit. Edhe jo vetëm, po dhe financat duket se po përmirësohen goxha, dhe për sa i përket shëndetit probleme nuk ka, shoqërozon. Për sa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur është dita që ju sjell më në fund realizimin e një objektivi që keni shumë kohë që po e prisni, që madje menduat se nuk do realizohej kur, pra e kishit fjetur mendjen se nuk do vinte kur, nuk do realizohet kur, i kishit humbur shpresat. Mund të ishte një ngritje në detyrë, mund të ishte një shpërblim monetar ose financiar, mund të ishte shlyerja e detyrimeve tuaja kundrejt tjerëve ose të tjerëve kundrejt jush. Mund të jetë mbajtja e fjalës së një individi se do ju ndihmonte, ardhja e një personi në jetën tuaj, nuk e çfarë do gjë qoftë, kishit shumë kohë që po e prisnit, një gjysmë hapi ja kusht, ishte hedhur, ishte bërë, dhe tani atje ku ju menduat se, shikoni ka katur e 5, po vete e 5 mos aty ku mendonit se çdo gjë ishte humbur dhe të realizoj, dhe çdo gjë mbeti një gënjeshtër dhe mashtrim, ja ku vjen shpresa dhe më në fund edhe lajmi se ja ku jetë, tani nuk e di, keni shumë kohë që po e prisni, dhe vërtet vjen kjo gjë, po nuk e di se sa ju gjen të gatshëm për të vazhduar prej këtej në vazhdim, do të thënë edhe kjo. Ato ta vendosni ju. Për sa i përket ditës së ejte, dita e ejte ju bën pjesë të një komuniteti të gjerë. Disa prej jush ndoshta janë duke filluar punë në një ambient të ri, do të thënë njerëz të ri, një ambient i ri, kolektiv i ri, diçka e re për ju. Dikush është duke u fejuar, pra normalisht bëhet pjesë e një komuniteti tjetër, është familjar. Ju që jeni artista, ju që jeni ju që jeni në botën e artit, të spektaklit, të dritave, të muzikës, të çfarë të them tjetër o zoti i madh, të sportit, të çfarëdo gjë ka të bëjë me projektorët mbi ju, në rrjetet sociale juve që jeni, pra personazhe publik jo se po, çon si ka dhe nëse nuk jeni, keni mundësi të jeni. Me pak fjalë ju pret një sukses shumë i madh në jetën tuaj. Pra këtu diçka po nis ditën e njëjtë kaq e rëndësishme, saqë nuk është se do ju shoqëroj vetëm ditën e njëjtë, por hap rrugën për realizime të mëtejshme prej asaj dite në vazhdim. Për sa i përket tani ditës së premte, dita e premte është dita që bëheni, nuk e di, për diçka bëheni pishman, për diçka pendoheni, për një mundësi që sjellat vetes, për një mundësi që e pranuat më shpejt nga ç'duhej, për çfarë do gjë, që për një fjalë që nuk e thatë, apo për një fjalë që e thatë, çon si ka është momenti që do të ndjeni pak keq në lidhje me diçka që ose duhet ta kishit bërë, ose e bët por
nuk duhej ta kishin bërë. Do të thënë, varet se nuk e di. Varet se cili prej ju si do e përjetoj atë ditë me ato çka do të sjellë realisht ajo si ditë. Dhe përsa i përket ditës së një sekond, e hënë e martën kurrejtë e premte, përsa i përket ditës së shtunë, përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita e udhëtimeve. Nuk e di, shumë prej jush ndoshta jeni duke planifikuar një udhëtim që ndoshta do e kryeni tani ose pak më vonë, çrëndsi ka, pra o brenda ditës së shtunë ose nuk e di, pak më vonë brenda muajit. Shumë prej jush po planifikoni jetën tuaj diku jashtë shtetit. Shumë prej jush do jeni duke menduar nuk e di, jetën tuaj të re, nëse po nisni një jetë të re, një bashkëjetesë, në një vend të ri pune, një ambient të ri, shoqëror, një si përmarrje që po nis tani, një investim që doni ta bëni tani, ndryshime që doni të sillni në jetën tuaj. Pra po eksploroni në vija të përgjithshme mundësitë që keni për të pasur sukses dhe suksesi do ju vi dhe kjo është e garantuar. Përsa i përket pasaj e ditës së diel, dita e diel thotë sigurisht do gjë është duke ardhur, sigurisht rruga po shtrohet, por ende nuk jeni të detyruar të merrni vendime të nxituara. Pra ditën e diel mendoni më qartë për ato mundësi që ju janë ofruar, mendojini, mos veproni dhe mos vendosni ende. Pse? Sepse ju thash, rruga po shtrohet, gjithnjë më tepër po vinë mundësi të rëndësishme. Mos e merrni sikur erdhi kjo mundësi tani dhe bjerë vizë dhe kjo është e fundit. Jo, do të kuptoni që jeni në një situatë që gjithnjë më tepër mundësi të mira po vinë për ju. Prandaj dhe po ju them mos u nxitoni. Ajo që ndoshta mund t'ju duket si arritja më e madhe, në fakt mund të jetë diçka mesatare krahasuar me diçka që do vi më vonë. Ndaj dhe po ju them, dita e shtunë, dita e diel, po sidomos dita e shtunë, ju jep, se thua atë komoditetin e të menduarit para se të veproni, ndërkohë që dita e diel ju thotë mos u nxitoni, do vinë gjëra dhe më të mira se ato që po ju ofrojnë momentalisht. Kështu që mos merrni vendime të nxituara ditën e diel. Kaq dua t'ju them, ju vijnë gjëra më të bukura prej andeje në vazhdim. Dhe përsa i përket arritjes maksimale të objektivit tuaj, cili do qoftë ai objektiv që po i vendosni vetes momentalisht, atëherë ajo gjë vjen tetorin e ardhshëm. Pra, në tetor do të vi ajo gjë që ju ose për të cilën po përpiqeni apo kërkoni të arrini tani, ose në qoftë se e keni arritur, atëherë okay. Pra përjashtojeni ju që këtë objektiv e keni arritur në tetor. Po flasim për juve që ende nuk e keni parë të arrirë, do ta shikoni tetorin e ardhshëm. Tani kuptoni si duhet të rezononi me këto gjëra, besoj. Përshëndetje, përshëndetje e peshoris dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Javë dhe muaj i ri njëkohësisht, një muaj i cili do të ketë dhe ky një rëndësi të goxha të madhe në jetën tuaj, pjesën të madhe prej jush. Sidoqë jetë uroj të jetë i mbar dhe të vi me ato çka ju prisni realisht, jeni lodhur dhe munduar goxha, por them se fundi i tij do ju shpërblej mjaft. Pjesën më të madhe prej jush dhe jo vetëm. Sidoqë jetë të parashikimet analitike të muajit do të flasim dhe do të merremi vesh në YouTube Zodiac Oracle, për momentin do të qëndrojmë tek analiza e javës. Gjithsesi ju kujtoj që për parashikime personale më shkruani në numrin WhatsApp 069 640 2290. Dita e hënë nis me të vërteta, ju përball me realitetin për atë çka realisht është, ju pëlqen apo jo, do të kuptoni se kjo është pasojë e veprimeve tuaja. Pra nëse do të ketë diçka që nuk do ju pëlqejë ditën e hënë dhe do të mërziteni, ancaroheni, a nuk e di se çfarë, do të kuptoni se vetë keni krijuar këtë situatë dhe fundja gjithçka po reflektohet si jashtë, nuk është tjetër vetë se bota juaj e brendshme, mendimet tuaja të ngecura dhe çfarë do gjë tjetër. Pra, ajo çka është projektuar dhe po vjen jetën tuaj ditën e hënë, nuk është tjetër vetë se mendimet tuaja të ngecura, frika juaj, pasiguria juaj, dhe çfarëdo gjë tjetër reflekton si jashtëmi, ashtu sikur se është së brendshmi, me pak fjalë. Nëse nuk do ju pëlqejë realiteti i ditës së hënë, atëherë duhet të kuptoni se keni krijuar vetë. Kaq. Përsa i përket ditës së martë, dita e martë është dita që po sigurisht ju detyron të merrni një vendim shumë të rëndësishëm, pra për gjithë juve që gjendeni në një udhë kryq, se çfarë karriere do të ndiqni prej këtej në vazhdim, se çfarë do të bëni në jetën tuaj personale, sa do vazhdoni në të njëjtën vend pune apo jo. E merr këtë vendim duhet ta merrni dhe ju takon ta merrni ditën e martë. Askush ama nuk mund t'ju drejtoj, askush nuk mund t'ju orientoj dhe as t'ju ndihmoj në marrjen e këtyre vendimeve. Pse? Sepse ka që rëndësishëm sa që prej atij momenti në vazhdim për ju shkruhet një
destini i ri. Pra ky do të jetë një destinacion i ri që do të përcaktojë gjithë rrugëtimin tuaj prej këtej në vazhdim. Zërini si mbyllje një cikli shumë të rëndësishëm dhe fillimi një cikli të ri të jetës tuaj me një karm që shlyhet dhe një tjetër që është dhe vjen për tu shlyer. Sido që të jetë, të shohim se çfarë do të vendosni edhe juve vetë. Për sa i përket ditës së mërkurë, dita e mërkurë është dita që nuk ka limit. Pra çfarëdo gjë që vini në mendjen tuaj mund ta arrini. Favorizojeni përsa i përket komunikimit, përsa i përket punës krijuese, përsa i përket artit, përsa i përket si përmarrjeve, përsa i përket komunikimit përmes artit, përse jo. Është një ditë që mund t'ju bëjë dhe një ftesë për një shfaqje kulturore, teatrale, mund të ftoheni në një ekzibicion ose çfarëdo gjë që lidhet me kulturën, mirë do të ishte ta pranoni, do të gjendeni afër njerëzve të cilët do ju frymëzojnë përsëri dhe do ju japin të kuptoni se e bukur është edhe pjesë e jetës tuaj dhe është arsyeja pse ju duhet të shpresoni në një të ardhme më të mirë. Kështu që nëse duhet një pauzë, nëse ju duhet një boost, si e themi ndryshe, ose tonifikim, atëherë ja ku e keni ditën e mërkurë, e cila ju jep dhe ide se si të vazhdoni me jetën tuaj prej këtej në vazhdim dhe si ta bëni atë edhe më të bukur fundjavë. Për sa i përket pastaj ditës së enjte, dita e enjte është dita që, ditën e enjte çfarëdo gjë do diskutoni, bisedoni, analizoni, do realizohet. Do të thënë realizimin e ka 100%, por që ta shikoni këtë gjë konkrete në jetën tuaj, do ju duhet të prisni. Dhe do ju duhet të prisni deri në 2 muaj e gjysmë. Pra që kjo objektiv kaq i rëndësishëm, për të cilin po diskutoni, ose po shqyrtoni, ose nuk e di se çfarë synoni ditën e enjte, do realizohet 100%, realizimi pra ka mbaruar ajo punë si themi, por do i duhet 2 muaj e gjysmë për ta parë konkret. Për sa i përket ditës së premte, dita e premte është dita ai të festojmë, shumë festime keni brenda kësaj jave me sa po shohim. Një është dita e mërkurë që mirë ka një aspekt kulturor, është çik më high, si të thuash, me thënë, po flasim për pjesëmarrje në aktivitete që kanë një fa niveli. Për sa i përket ditës së premtes, ditë e premte që është, po dilni, hapini dhe një gotë, takoni dhe njerëz, jeni të hapur në njohje të reja, pse jo, takoni një person interesant aty, shihuni veten tuaj dhe rinin tuaj dhe harrojini pak hallet dhe problemet. Pra dita e premte ju a jep këtë mundësi. Ose mund të jetë një arsye për të festuar diçka, si në aspektin personal edhe në atë profesional, pse jo. Përse i përket ditës së shtunë pastaj, dita e shtunë është dita që financat 1, si përmarrje 2, biznesi 3, investimet do mos i keni bërë në të kaluar, në duket se po sjellni rezultatet ditën e shtunë, në aspektin personal duket se po ju bëhet një ofertë, përsa i përket të ardhmes, pra për një fejes, bashkëtesë, martes, ose po e mendoni, ose realisht e meni këtë si propozim, juve qeni femër, por shumë në meni, ju qeni meshkuj, e komunikoni. Në përgjithësi në aspektin, përsa i përket aspektit material, duket se po stabilizoni diçka pra në jetën tuaj, dhe në përgjithësi bie re se pavarësisht uljeve dhe ngritjeve që keni pas deri tani, një farë stabiliteti po vjen në jetën tuaj. Shumë prej jush që jeni femre, po dhe meshkuj, mund të jeni duke pritur, mund të jeni në pritje të ëmbël. Ditën e shtunë e merrni vesh këtë gjë, ose ju komunikohet kjo gjë. Do bëni mami, baba, shumë gjë e bukur kjo. Për sa i përket pastaj dhe ditës së diel, dita e diel është dita që po ju thotë, po, ke arritur qëllimin, ose më saktë, ke arritur afër qëllimit maksimal, je duke e kapur atë gjë, duke e bërë tënden, atë objektiv që kishe, por mos u bëj i pa vendosur në momentin e dur. Do të thënë çfarëdo gjë po vjen në rrugën tuaj, kapeni si mundësi, shfrytëzojeni, dhe në qoftë se ju rezulton diçka më e madhe ose vjen diçka më e madhe më vonë në jetën tuaj, atëherë mund ta lini këtë një gjë që po ju vjen tani për atë diçka më të madhe. Por kapni çdo mundësi që ju vjen, mos i lini të shkojnë kështu para syve. Pse? Sepse nuk i dihet çfarë vjen më vonë, vjen apo nuk vjen diçka tjetër. Të paktën një gjë të sigurt ta keni. Tani përse i përket arritjes të objektivit tuaj maksimal, ëndërtuaj të çmendur çfarëdo gjë qoftë ajo që po prisni të realizoni,
brenda dhjetorit e keni dhe e sigurt kjo gjë sepse dhe përsa i përket aspektit astrologjik në rezulton po e njëjta gjë, që kjo arritja juaj, objektivi juaj, ajo çka ishte maksimale dhe më e rëndësishmja për ju, duket se vjen pikërisht brenda muajit dhjetor. Përshëndetje shenja Akrepi dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle, parashikimet e javës për shenjën tuaj. Javë e re, muaj i ri, ju uroj muaj të mbar, javë të mbar. Parashikimet e muajit sigurisht do i gjeni në YouTube Zodiac Oracle. Është një muaj i cili dhe do ju shpërblej, po dhe do ju vendosi pak me shpatulla pas murit, por edhe do ju zhgënjej, por edhe do ju japi motivim për të ecur përpara dhe për të gjetur ide të reja realizimi të ëndrave tuaja dhe pritshmërive tuaja, të papritura do keni plot si të mira dhe të këqija, por që në fund them se një objektiv i rëndësishëm arrihet nga fundi i muajit. Sido që të jetë, ju thash, për më shumë do ndiqni YouTube Zodiac Oracle. Për të rezervuar takimin tuaj në privat pastaj, më shkruani në numrin WhatsApp 069 640 2290 për këto që ka qejf dhe ka dëshirë. Tani përse i përket ditës së hënë, dita e hënë ju sjell, nuk e di çfarë ndriçimi sjell në trurin tuaj, nuk e di se çfarë ideje do thekset në trurin tuaj, por çfarë do gjë qoftë, kushtojini shumë rëndësi, mos e merrni kot, mos e lini dhe t'ju iki kot, si thjesht një ide ishte, jo, është ajo një ide që ju duhet për të ecur përpara dhe ajo një ide që nëse doni ka rëndësia është të madhe sa që mund të ndryshojë dhe komplet jetën tuaj. Pra, ajo një ide, tash do shkruhet në kokën tuaj ditën e hënë, ajo një fjalë që do dëgjoni, ai një frymëzim që do të keni, është i nevojshëm për të ndryshuar jetën tuaj prej këtej në vazhdim, madje është i nevojshëm që t'ju ndihmoj juve të bëni diferencën prej këtej në vazhdim, jetën tuaj personale, profesionale, ekonomiko-financiare e çfarëdo gjë tjetër qoftë. Shumë e rëndësishme dita e hënë. Për sa i përket ditës së martë, dita e martë ju gjen të lodhur, por pikërisht në këtë lodhjen tuaj të madhe sjell dhe një realizim edhe më të madh akoma. Tash pjesa më e madhe prej jush jeni lodhur, jeni munduar shumë, po dhe jeni lodhur, jeni në një fazë që nuk po dini mos si të vazhdoni prej këtej në vazhdim me jetën tuaj, por pikërisht aty ku ju nuk arrini dot më ta imagjinoni të ardhmen, atje ardhmja vjen dhe ju gjen veti ju. Kështu që dita e martë sjell zgjidhje problemesh të rëndësishme, ose ju a bën vendimarrjet më të lehta, ose thjesht sjell një realizim që kur nuk ju shkonte ndërmend se do mund ta realizoj pikërisht në këtë fazë që do të ndodheshit. Për të gjithë juve që keni pas probleme ekonomiko-financiare, për të gjithë juve që keni pas probleme personale, pra nuk e keni gjetur dot ende personin e jetës tuaj, për të gjithëve që keni pas probleme me shëndetin tuaj, duket se arrihet pra një goxha sukses i madh dhe duket se prej këtej në vazhdim probleme më nuk do të keni dhe ajo zgjidhje që do të vi është afatgjatë. Nuk po flasim për gjëra të vogla, po flasim për gjëra të mëdha. Për sa i përket ditës së dita e martë, për sa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur është dita që komunikojnë të vërteta, pikë së pari njerëz është ditë komunikimi. Do të thotë është ajo dita që mund të uleni me njerëz të rëndësishëm, të komunikoni ide, të merrni mendime, të shkëmbeni mendime, të shikoni se si mund t'i bëjë ardhmja një punë, një karriere, çështje karriere. Ju të parashtroni idetë që keni, kërkesat që keni të tjerëve. Është një ditë shumë e mirë për të sqaruar dhe mosmarrveshje që mund të keni pas në çift. Është një ditë shumë e bukur për shembull për të takuar persona që keni kopa i parë, që me të cilët nuk eci dot, nuk përfundoi rrugëtimi juaj në këtë jetë, t'ju sqarojnë arsye pse nuk eci dot, pse nuk u realizua diçka. Është dita e lajmeve, ju komunikohen lajme, ju komunikohen vendimarrje në ambientin e punës, dhe përsa i përket çështjeve që kanë të bëjnë me arsimin, atëherë juve që jeni studenta duket se do ju eci mirë. Periudha e studimeve ka për t'ju ecur goxha mirë. Për të gjithë juve që jeni publicista, që jeni autor librash, që jeni mësuese me radhë, nuk e di se çfarë do ju komunikohet si vendim apo si diçka e re, apo nuk e di, por që sido që të jetë mundoni të ruani qetësinë, do thosha unë me pak fjalë. Për sa i përket tani ditës së enjte, dita e enjte është ditë e lodhshme pune, është dita që ju kujton se rutina nuk ka të sosur, se gjithnjë e njëjta rutinë, të njëjtat gjëra, lodhje e madhe, sado që mundoni nuk ja dilni dot. Këtu pikërisht në këtë moment vështirësie, ose ngërçi, ose mërzitje të madhe të rutinës së vazhdueshme, ju mund të gjeni ide se si kësaj rutine të jepni një fund. Pra do kuptoni që vërtet kjo rutinë është, vërtet kjo lodhje është,
por asgjë dhe askush nuk ju detyron thellë të jeni pjesë e kësaj gjëje. Dhe pikërisht tash, brenda këtij momenti ju mund të gjeni atë zgjidhje që ju jep mundësinë të shpëtoni të jeni të lirë. Pikërisht prej kësaj rutine që ju lof ditën e njëjtë. Kujdes me shëndetin. Kujdes me shëndetin gjithashtu ditën e njëjtë, sepse puna e fortë, sigurisht, kërkesat të mëdha, por mos jetë kjo në kurisë të shëndetit tuaj. Përse i përket ditës së Pse për ditë së premte, dita e premte është dita së vërtetave, shumë të vërteta keni me sa shikoj këtë javë edhe ju, por është dita për të vërtetën, për ta parë të vërtetën për atë çka është, për ta komunikuar të vërtetën për atë çka është, për t'ju thënë edhe juve ose komunikuar nga të tjerët gjëra të cilat ose ju pëlqejnë ose ju pëlqejnë, por të vërteta janë, sidoqë ditë mos i merrni me acarim, mos i merrni si mënyrë për të vetë mbrojtur, merrni si thjesht një këshill për të korrigjuar dhe për fjalë dhe në ndihmë vetes tuaj, për të kuptuar se çfarë nuk shkon ta ndryshoni dhe të përmirësoni dhe si individ, por që e vërteta është shumë me theksuar gjatë ditës së premte, çike ashpër ndoshta, por e vërtet. S'kemi çfarë të bëjmë, dhe do të përballeni me ato çka ju thon, por dhe të tjerë me ato çka keni edhe juve për të thënë. Mundi të vetëm kaq, sa do të mundoheni t'i shmangeni kësaj gjëje, nuk do ja dini dot. Kështu që ajo çka është për të ardhur do të vijë, ajo çka është për të bërë do të bëhet. Kjo përsa i përket ditës së premte. Përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë ju sjell lajme nga jashtë, një ide që mund të keni përsa i përket punës tuaj, për të nisur diçka të re, një projekt ose një angazhim në lidhje me karrierën tuaj, ose për të bërë një udhëtim të shkurtër diku, ose për të menduar për një udhëtim, ose për të zgjidhur një çështje që keni pas në çift, nëse keni pritur një person të vit që është jashtë, të marrë vendime, të vit ju kërkoj, po duket se kjo gjë ndodh. Kështu që do të tilla gjëra kjo dita e shtunë, dhe përsa i përket ditës së diel, dita e diel, kujdes me ditën e diel se është shumë manipulatore dita e diel, ose ju manipuloni veten tuaj me ide xhelozie, posesiviteti dhe i prishni punë vetes, duke rënë përsëri pre e frikës dhe pasigurisë tuaj, ose pastaj do të përballeni me persona të cilët do të kenë dëshirë dhe qejf t'ju manipulojnë, t'ju shkatërrojnë nëse doni, t'ju mbjellin atë farën e frikës. Mos e lejoni këtë gjë të ndodhi, sidomos përsa i përket dashurisë dhe përsa i përket financave, mbroni interesat tuaja. Dhe nëse vesi po troket në derën tuaj, atëherë i thoni, çfarë i thoni? Mos i japni derën thjesht, lëreni aty të vdesi jashtë. Të vdesi sepse ju vdesa juve pastaj. Dhe përsa i përket pritshmërive tuaja të larta, dhe se kur ato realizohen, atëherë gjatë verës të dashurit e mi. Çfarëdo gjë keni objektiv maksimal në aspektin personal, profesional, ekonomiko-financiar, me radhë, gjatë verës realizohet ai një objektivi juaj ka qenë ndërsishëm. Përshëndetje shigjetari dhe mirë se po vini përsëri këtu në Zodiac Oracle, parashikimet e javës për shenjën tuaj. Jemi zyrtarisht në muajin tuaj të lindjes, do ju themi gëzuar ditëlindjes së cilit prej jush, të jetë një muaj sa më i mbar për të gjithë dhe një javë gjithashtu e mbar. Për parashikimet e muajit do të sigurisht dëgjohemi në YouTube Zodiac Oracle, sidoqë të jetë deri në datën 15, kujdes do më bëni vetë 10 ditë të dytë, dhe sidomos që keni lindur deri në datën 5 të dhjetorit, kemi mbyllen çështje personale, ndërpersonale, kontratash, çështje ligjore, me radhë. Do i shikojmë përsa i përket juve të 10 ditëve të fundit, do më bëni shumë kujdes. Pastaj kemi data të caktuara 19, 21, 24, edhe më përpara, po do më bëni kujdes gjatë këtyre sidomos datave të fundit deri në data 24 të paktën e muajit, sepse është trysnuese me të vërtet, nuk marrin vendime të nxituara, pastaj do shkojë çdo gjë besoj shumë për mirë. Juve të 10 ditë të parë, edhe ju diku aty nga fundi i muajit duket se shihni shpërblime ose duket se gjërat ecin më në favorin tuaj, sidomos përsa i përket vlerave tuaja dhe ekonomisë dhe financave. Megjithatë, për parashikime personale më shkruani numrin WhatsApp 069 640
2290. Dhe përsa i përket javës, java nis me kujdes egon e madhe, kujdes egon e lartë, që nuk ju lejon të shikoni përtej hundës tuaj juve që jeni të tillë. Pra, ditën e hënë kujdes me komunikimin, kujdes çfarë vendimesh do të merrni, kujdes kur përballeni me persona që qëndrojnë shumë më lart se ju, janë prorët tuaj, janë persona që kanë një peshë të madhe në jetën tuaj, janë prindrit tuaj për shembull, partnerja. Bëni kujdes me komunikimin dhe bëni kujdes me vendimarrjet. Larg egos, sikurse po i thosha, do ju prishte punë ditën e hënë. Përsa i përket ditës së martë, duhet të kuptoni se keni nevojë për ndihmë, po keni nevojë për ndihmë, jo se nuk ja dilni dot vetë, po se keni bindur veten se nuk ja dilni dot. Dhe për fatin tuaj të mirë, ndihma do ju vi nga të katërta anët e rruzullit toksor, nëse e doni. E thënë në këtë mënyrë që nuk është gjë tjetër vetë se fati nga të katërta anët. Okej, do të thënë, fati ju do, fati është gjithmonë me anën tuaj, ju jeni fëmijë të fatit, por kuptoni dhe diçka. E para s'ke nevojë për ndihmë, po hajde se kështu keni bindur veten tuaj. Së dyti ndihma do ju vi, nuk ka për t'ju munguar, por dhe ju duhet të lëvizni këmbë duar që çdo gjë të bëhet e mundur. Pra, ditën e martë, nëse të keni nevojë për ndihmë, atje ku nuk ja dini dot vetë të keni realizimet tuaja, ndihma do ju vi, por duhet të kuptoni që të keni arritjen maksimale ose rezultatin maksimal që kërkoni, duhet të lëvizni dhe ju vetë këmbë duar, pa duhet të përpiqeni edhe pak vetë për ta bërë të mundur këtë gjë. Përsa i përket ditës së mërkurë, dita e mërkurë është dita që falë përpjekjeve, falë përpjekjes, mundimit, përqëndrimit, disiplinës së fortë e ekurt, duket se ja dini të më në fund të keni rezultatet e kënaqshme. Dhe përsa i përket sidomos çështjeve ekonomiko-financiare, po dhe çështje që lidhen me karrierën tuaj, duket se punën e çoni deri në fund, detyrimet tuaja e mbyllni me sukses, çfarëdo lloj problematike mund të shfaqet në familje dhe atë e përballoni me sukses. Në marrëdhëniet tuaja nëse keni pas probleme, dashuria triumfon, sigurisht, po pas përpjekjeve dhe mundimeve, dhe në përgjithësi për çfarëdo lloj gjëje sjell si impenjim dita e mërkurë, duket se ja dini ta çoni atë impenjim me sukses deri në fund dhe do të keni dhe një shpërblim fundja në fund të ditës. Kjo vlen edhe përsa i përket çështjeve ligjore, kushdo prej jush është i përfshirë në çështje ligjore ose e lidh puna me zyra shteti, autoritetet e shtetit, shteti në përgjithësi. Tani edhe dokumentat të rëndësishme. Të gjitha këto janë brenda ditës së mërkurë që ta kuptoni. Përsa i përket ditës së enjte, dita e enjte ju sjell një lajm që shqetëson, një lajm që lidhet me dikë që është shumë i dashur për ju, shumë i rëndësishëm për ju si person, mund të ketë të bëjë me punën tuaj, mund të ketë të bëjë me shëndetin tuaj, por që është diçka e përkohshme. Pra duhet të kuptoni që nuk është një problem madhor, është thjesht diçka që ju nxjerr pak nga rehatia juaj, por që do kaloj shumë shpejt. Megjithatë, ju vë në mendime ose ju vë në pozita për të marrë sa thuash masa që të tilla situata të mos përsëritet më në vazhdim. Përsa i përket pastaj hënë e martë e mërkurë e njëte, përsa i përket ditës së premte, dita e premte është dita që ju thot në aksion. Ec vazhdo, Jupiteri është dihet se kush është ju kryeson, ju vetë shenjës së shigjetarit, është fati, është me anën tuaj, janë mundësitë që ju lejojnë të keni sukses në fillime të reja, në iniciativa që po ndërmerrni tani, në çfarëdo gjë doni të nisni apo doni të sistemoni, sigurisht që situata nuk është e lehtë, domethënë do përqëndrim, do përqëndrim tek objektivi, tek qëllimi që të arrihet, por e them se keni për t'ja dalë. Thjesht në sulm jeni ditën e premte për të arritur qëllimet tuaja që do të arrihen. Përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë ju jep të kuptoni se e para jemi me çështje shëndetësore, probleme nuk do keni. Pra jeni të shëndetshëm si kokra e mollës ose kështu të jeni prej këtej në vazhdim. Me çfarëdo lloj gjë ka të bëjë me stabilitetin e jetën tuaj, duket se kjo gjë po arrihet. Të qetë me veten tuaj keni për të qenë dhe kuptoni diçka shumë të rëndësishme se qetësia mendore është numër 1, katalizatori i parë i rëndësishëm që të arrijë dhe qetësia e jashtme. Pra që të keni ekuilibër në jetën tuaj, duhet për pikë së pari të jeni të ekuilibruar së brendshmi. Ide shumë të rëndësishme do të keni ditën e shtunë, që duhet i komunikoni tek personat e dur, dhe nëse bëni këtë gjë ju pret një realizim shumë i bukur dhe në përgjithësi prej këtej në vazhdim jeta juaj duket se po merr kuptim. Dhe ju kuptoni se gjithë kjo është në varësi të procesit tuaj mendor, të botë kuptimit tuaj që ka ndryshuar dhe që më në fund ju realizon këtë lloj arritje të rëndësishme. Përsa i përket pastaj
ditës së diel. Dita e diel është dita që ju thotë se nuk ka asgjë të keqe të tërhiqesh nga bota, nga njerëzit, nga realiteti, në mënyrë që të qartësosh mendimet, idetë që ke, të kthjellohesh dhe më pas kur ti jesh qartësuar mjaftueshëm, ti komunikosh botës dhe të tjerëve atë çka mendon se do të ndjekësh si qëllim jete prej këtej në vazhdim. Pra, nuk jemi në një marrëdhënie të rriqu, reflekto, kupto, komunikoje dhe mbaroje. Mbylle aty në mënyrë që të hapësh rrugën për veten tënde që të mund të kesh një realizim të ri. Nuk jemi në këtë ambient pune, mendoje, sistemoje në mendjen tënde, shikoje dhe në qoftë se të rezulton se je më mirë jashtë këtij profesioni, atëherë kur ti je gati komunikoja botës atë çka ke vendosur. Në përgjithësi është një ditë reflektimi i brendshëm para se të marrësh vendime të rëndësishme që do të modelojnë realitetin tënd prej këteje në vazhdim. Përsa i përket arritjeve pastaj maksimale, më të rëndësishme, ato arritjet maksimale ëndra të çmendura se kur realizohen, me sa duket për këtë muaj po flasim dhe unë e di këtë gjë dhe unë thash që në fillim pjesa më e madhe prej jush realizimin e ëndrave tuaja dhe për çfarë realizim po flasim? Për e para njohjen ndaj vetes, se kush jeni, çfarë doni, ku po shkoni. Pra njihni veten më në fund brenda këtij muaji, përveç kësaj arrini një qëllim jete. Pra këtu po flasim për realizimin e një ëndre jete, jo një gjë të vogël. Dhe lumsi ju. Përshëndetje një Britsjapi dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj, javë mbar, muaj mbar gjithashtu, një muaj që do të jetë shumë i rëndësishëm për ju, sidomos për vitet 10 ditë të para dhe nga fundi i tij që sjell mundësi realizimi, ëndrash, objektivash që nuk u arrit dot gjatë muajve të mëparshëm, edhe ju të 10 ditë të dy të keni gjëra të rëndësishme për të parë deri nga data 15. Pastaj vetë 10 ditë të tretë nuk mund të them që janë ndikime shumë të vështira apo të këqija këtë muaj, avash ama deri në fundin e tij që të arrin objektivat maksimale edhe për ju. Tani për sa i përket astrologjisë do më ndiqni në YouTube Zodiac Oracle me parashikimet e muajit, për sa i përket rezervimit të takimit tuaj në privat, atëherë më shkruani në numrin WhatsApp 069 640 2290, të gjithë juve që jeni të interesuar për ta bërë këtë gjë. Për sa i përket ditës së hënë, dita e hënë ju tregon më në fund se sado që të prisni ose sado që pritet, ndarja është përfundimtare dhe jo nuk mund të kemi më rikthim me një person që prisni. Për sa i përket ditës së martë, dita e martë ju sjell një realizim shumë të bukur, sidomos për sa i përket karrierës, punës pikë së pari, për sa i përket pse dhe jo dhe dashurisë, mund të keni një njohje të re, mund të keni një prurje të re në jetën tuaj, të gjithë juve që jeni se tani nuk ka vetëm nga ata që ndajnë, ka dhe nga ata që janë shumë mirë bashkë. Shumë prej jush edhe mund të merrni një propozim për një fejes, martesë, bashkëtesë ditën e martë, të tjerë mbase po bëheni prindër, ditën e martë, të tjerë mbase po lëvizni në një ambient të ripunës, të keni sukses të madh në lidhje me punën tuaj, çfarë do gjë qoftë, është dita që ju themi urime për suksesin tuaj edhe shkofshi lart e më lart inshallah. Për sa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur është është vazhdimësia e ditës së martë. Domethënë këtu për çfarë do çështje që kanë të bëjnë me karrierën, me punën, me zyra me dokumenta të rëndësishme, me zyra institucione shtetërore të rëndësishme, me çështje ligjore, gjyqësore, administrative sikurse e thash, duket se ju del shumë mirë. Domethënë këtu karriera dhe çështje sikurse u thash zyrash, institucionesh, duket se luajnë një rol shumë të rëndësishëm dhe zgjidhen shumë në favorin tuaj. Mund të jetë një emërim në një post të ri pune. Shikoj se po flasim dhe për juve që jeni Britsjavi, po dhe për juve që keni ascendent Britsjav, jeni në botë të njëjtat ujëra, siç po shihni këtu. Për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita që do më bëni shumë kujdes portofolin dhe zemrën tuaj. Pse? Sepse ka tendenca nga persona të paskrupujt t'ju zhvasin dhe përsa i përket ndjenjave, zemrës, po dhe përsa i përket xhepit. Kështu që bëni kujdes, nuk besoni kujdo që vjen dhe ju premton gjëra të mëdha, bëni kujdes me personat që keni afër vetes, mund të zbuloni se keni mbajtur afër vetes armiq që i konsideronit si miq, dhe në vjet të përgjithshme kujdes ku mbjet. Pra, duket
është e qartë që dikush po kërkon të përfitojë nga ju. Dhe sa më shpejt ta kuptoni këtë gjë, aq më mirë do të jetë për vazhdimsinë tuaj. Dhe kjo gjë mund të jetë kudo, mund të jetë në familje, mund të jetë shoqëri, mund të jetë në ambientin e punës, mund të jetë në një bashkëpunim të ri që po lindni tani. Çfarë do gjë që bëni shumë kujdes, ju lutem shumë, dëgjoni intuitën tuaj dhe mundoni të evitoni humbje të tilla sepse janë të mëdha vërtet. Për sa i përket pastaj ditës së premte, dita e premte është dita që u kujton edhe një herë të gjitha disfatat tuaja, ku nuk ja dolët në jetë, çfarë nuk realizuat, humbjen pra në përgjithësi. Pra dita e premte është dita që u kujton, është dita që u kujton humbjen, që ju solli dhe ju ka ndisi këtu ku jeni aktualisht, por kjo gjë është për mirë, është të thuash e çoj veten time deri në e zeroj komplet, për të pasur mundësinë për të rinisur nga e para. Kështu që mos e merrni këtë gjë si diçka negative të keqe. Fundja më tepër është psikologjike. Pra, nuk e di me çfarë do të përballeni ditën e premte, mund të jetë person që kujton humbjen tuaj, mund të jetë një situatë që kujton humbjen e një kohe, mund të ndodhi diçka që u çon deri në humbje ekstreme, por që sido që të jetë, aty ku zeroheni, aty dhe keni mundësinë për ta nisur nga e para dhe fillimi i ri besoni ka për të qenë shumë herë më i rëndësishëm dhe shumë më herë fitim plurës për ju dhe për të ardhmen tuaj. Destabilizues po ashtu. Për sa i përket tani ditës së ditës së shtunë, më falni, për sa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë biseda kokë në kokë, por që nuk duhet të bëhen publike, do me thënë, mbajni për veten tuaj çfarëdo gjërash bisedoni, çfarëdo gjërash mendoni, çfarëdo gjërash e keni të rëndësishme dhe kanë të bëjnë me realizimet e së ardhmes, askush nuk do t'i marrë vesh sepse ju prishin punë. Jeni në vëzhgime sipër, po jeni. Kanë gjithë syt nga ju, po sigurisht që i kanë. Kujdes me një person që ka tendencën të kthehet nga e kaluara, nuk ju leverdis. Kujdes me marrëdhënie dyshe treshe sepse nuk do ju dali për mirë, por juve që ende se keni gjetur personin e jetës tuaj, kjo është mundësia juaj, dikush po vjen në jetën tuaj dhe ka gjasa të jetë ai një person që të luajë një rol shumë të rëndësishëm dhe ka dhe gjasa të qëndrojë në jetën tuaj prej këteje në vazhdim dhe në përgjithësi për çështje pune duket se dita e shtunë favorizon goxha dhe me ide që do të keni juve vetë, po dhe me ide që do të komunikojnë nga të tjerë propozime, ndoshta dhe oferta që do ju bëhen. Mund të bëhet fjalë këtu dhe për një farë udhëtimi që ka lidhje me punën tuaj ditën e shtunë, por që ta mirëprisni sido që të jetë. Për sa i përket ditës së diel pastaj, dita e diel është dita që ju hap syt më në fund dhe e shikoni të vërtetën për atë çka është. Jo për atë çka ju është thënë deri dje, jo për atë çka ju është komunikuar deri dje, jo për atë çka mendonit juve deri dje, por atë çka realisht është. Dhe këtu do të vini në pikpyetje persona, situata, veten tuaj nëse doni, por është ai një moment që kur të hapen syt më kthim pas nuk ka. Pra zgjoheni këtu, bëni të vetëdijshëm për atë çka realiteti është, ofron, ku qëndroni ju brenda këtij realiteti dhe fundja gjithçka ishte e tipit bëj si them unë, po mos bëj si bëj unë, por ju nuk ka më vlerë. Pra do ta jetoni jetën tuaj prej këtej në vazhdim, ashtu sikurse ju mendoni se është më e mira dhe jo sikurse të tjerët deshën deri më tani që ju të bonit. Jeni rebela ditën e diel, por ajo çka po kërkoni është pavarësia juaj, një pavarësi që vërtet ju takon, por që edhe e meritoni. Dhe pavarësisht të gjërave që keni kaluar deri tani. Për sa i përket pastaj arritjes së një objektivi, ati një objektivi që mezi po e prisni të realizohet, momenti se kur ai realisht vjen, është mos u allakasni dhe keni besim tek procesi. Kur ju të jeni gati, atëherë çdo gjë është gati për ju. Pra, nuk ka moment që të përcaktoj apo të sjellni në jetën tuaj atë çka ju doni të vinë në jetën tuaj. Ai moment përcaktohet ose realizohet nga juve vetë. Kur ju të jeni gati, kur ju të mos u mbisni më kohë lart e poshtë dhe të fokusoheni vërtet tek ajo çka është qëllimi që duhet të arrihet, atëherë çdo gjë është e mundur, besoni. Kështu që unë them brenda dimrit realizohet kjo gjë. Dhe dimri është hajde deri nga kur i bie shkurti, po. Pra deri atëre keni mundësinë që ta keni atë që doni, por besoni, nuk ka kohë të përcaktuar 100% të saktë, varet vetëm nga ju se kur ju do jeni realisht gati për atë gjë. Përshëndetje e një ujori dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet
Hey javës për shenjën tuaj, unë do ju uroj një javë të mbar, një muaj të mbar, gjithashtu se jemi dhe në muaj të ri, një muaj i cili do ju surprizoj goxha dhe për mirë dhe për keq, por them se në fund ju alektëson punën, sjell realizime shumë të rëndësishme për ju, ndoshta edhe realizime që i pritët në muajt e mëparshëm, por që nuk erdhën dot. Unë them se ky është muaji i cili do përcaktojë të ardhmen tuaj prej këteje në vazhdim dhe shumë i rëndësishëm. Kështu që nëse sido që tjetë për parashikimet e muajit, do mundesh YouTube Zodiac Oracle sikur se e thash me parashikimet e tij të dhjetorit. Për të gjithë juve që jeni të interesuar për të rezervuar takimin tuaj në privat, më shkruani në numrin WhatsApp 069 640 2290. Përsa i përket ditës së hënë tani, çdo gjë është e mundur dhe është e mundur fal disiplinës, fal orientimit, fal përqendrimit, fal falë çfarëdo gjëje që ju ndihmon të arrini objektivin tuaj. Pra sa të them shumë të përqendruar të jeni, të disiplinuar të jeni, të qartë të jeni mbi atë gjë që doni të arrini, asnjë gjë nuk ju ndal dot. Përsa i përket ditës së hënë. Përsa i përket ditës së martë, sidomos juve që jeni në personazhe publik, sidomos juve që jeni artista, sportista, në televizion, para kamerave, personazhe publik ose jo, duket se jeta po shkëlqen për ju, fati juaj po shkëlqen, emri juaj por, nuk e di, rezaton, dhe me të vërtet diçka e madhe po ju pret që po nis pikërisht tani. Kjo gjë vlen edhe përsa i përket juve që doni të nisni tani pikërisht familjen tuaj, ose doni të nisni një shpërngulje, ose doni të nisni një bashkëtesë, ose thjesht po prisni personin ideal të vijë në jetën tuaj, duket se çdo gjë është e mundur, por dhe për ju që keni pas probleme të mëdha dhe që nuk mendonit se do të kishin zgjidhje, unë po ju them, dielli po shkëlqen për ju dhe Zoti do ua bëjë mbar dhe diell prej këteje në vazhdim. Kështu që çdo gjë duket se do ju ecë mirë prej këtej e tutje. Për sa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur është dita që tregon se pavarësisht se sa u orientua, përsëri po arrit ai orientimi, përsëri po orientoheni në jetën tuaj, përsëri po merr drejtim jeta juaj, ndoshta jo ashtu sikur se ishte, por në një mënyrë tjetër, më të freskët, më të rigjeneruar, jeni dhe ju tani më të vetëdijshëm për atë çka duhet të ndryshojë në jetën tuaj apo ka ndryshuar, pra dhe ju nuk jeni më të njëjtët, dhe çfarëdo gjë që po vjen si realizim apo si realitet prej këtej në vazhdim, nuk i ngjan të kaluarës, por ka për të qenë 100 herë më mirë se ajo që pa tët. Kështu që po ristrukturoheni, po ndryshon çdo gjë, po ndryshon për mirë. Dhe dita e mërkur ju sjell pikërisht këtë lloj mundësie që akoma të ndryshoni diçka, akoma të stabilizoni diçka, ose gjithçka që po diskutoni dhe për të cilën po punoni, duket se ju sjell gjithnjë më afër realizimit tuaj ose ndryshimit që ka nisur në jetën tuaj, por që të paktën sjell stabilitet. Për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte ju përball me persona falso, pra kujdes nga lakmia, kujdes nga epshi, kujdes nga tërheqja fizike, kujdes nga manipulimi mendor, kujdes nga këta persona që tërheqin si magnet, por në fakt në fund të shkatërrojnë. Kështu që kujdes mbroni interesat tuaja, personale, ndërpersonale, ekonomiko-financiare. Dita e enjte ka një rrezik të lartë për sa i përket individëve që vinë në jetën tuaj dhe gjërave që ju premtojnë. Nuk i merrni seriozisht, sepse do dilni me humbje. Për sa i përket tani ditës së premte, dita e premte është dita që shkëlqeni si dielli. Do me thënë, unë po ju them, po sigurisht që ka dhe momente rreziku brenda kësaj jave, por them se shpëtoni dhe ja dilni me sukses. Sido që të jetë dita e premte, ju ndihmon të stabilizoheni pikë së pari fizikisht për gjithë juve që keni pas probleme me shëndetin, keni qenë çiksi pa qejf, nuk keni qenë mirë, për gjithë juve që nuk e dishit në një moment çik të pesimistik, le të themi, nuk shikoni të dritë jeshile në fund të tunelit, duket se gjërat po ecin për mirë. Do me thënë, e merrni veten, fuqizoheni, keni mendime pozitive, keni shpresë për sa i përket të ardhmes dhe gjërat do ju ecin më mirë prej këtej në vazhdim. Për sa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita që merr një vendim shumë i rëndësishëm. Në rastet më të shumta, kjo le të tregon se ka ardhur momenti i ndarjes. Pra ndajemi përfundimisht, vendimi që marrim është përfundimtar, mund të ketë të bëjë me një shpërngulje, pra iki largohem nga një banesë dhe do të jem në një banesë tjetër, ose marr vendimin për të ikur nga një shtet dhe për të vendosur në një shtet tjetër, ose më komunikohet një transfer të pune. Pra,
mbaron bashkëpunimi im diku dhe do nisi një bashkëpunim tjetër diku tjetër. Gjithashtu ka të bëjë me çështje ligjore dhe gjyqësore që këtu komunikohet vendimi i një procesi gjyqësor ose merr fund një çështje që ju ka sorollatur në përzyra lart e poshtë, por që del në favorin tuaj. Gjithashtu është një letër që tregon se vështirësitë mbarojnë këtu dhe nuk do të vazhdojnë, nuk do të kenë më vazhdimsi prej andeje në vazhdim. Pra çfarëdo gjë erdhi e vështirë, çfarëdo gjë ju trysnoi, çfarëdo gjë e solli përfundim të situatave të caktuara, ato situata mbarojnë aty dhe më nuk do i shihni në jetën tuaj. Është shumë gjë e bukur kjo. Për sa i përket ditës së diel, pastaj dita e diel ju tregon se jeta kështu e ka me ulit e ngritjet e veta, asnjë gjë nuk është gjithmonë njësoj, është si puna e këtyre kupullave këtu, hap një dhe del tjetër, hap një dhe del tjetër, por që sido që të jetë jeta kështu e ka me ato surprizat e veta, kur nuk duhet të dorëzohemi, por duhet të qëndrojmë të fortë dhe ju pikërisht të gjë kuptoni ditën e diel, por pavarësisht kësaj ndryshueshmërie të jetës tuaj deri më tani, dhe të kësaj si ditë fundjavë ditës së diel, do kuptoni se vetja dolët, do kuptoni se vetja dilni, nuk keni nevojë për mbështetje dhe se pikërisht se ekzistojnë këto momente ndryshueshmërie, surprizash, jeni këta që jeni, do ndjeni krenar për veten tuaj, do të bëni krenar dhe persona që janë afër jush dhe besoni, prej këtej në vazhdim, vetbesimi juaj do të jetë më i lartë, kërkesat ndaj vetes do të jenë më të larta, por dhe premtimi që jepni vetes se asnjë nuk do dorëzoheni më prej këtej e tutje. Asnjë nuk do të ecë më me maska, me pretendime të reme, me shtirje, nuk do i keni më këto gjëra, do preferoni të vërtetën për ato çka është, përballje me të vërtetën për ato çka është dhe do ta jetoni jetën për ashtu sikurse ju vjen, pa pritshmëri të as shumë të mëdha, as shumë të pakta, thjesht ashtu sikurse gjërat vijnë. Dhe përsa i përket arritjes një objektivi që keni vendosur vetes ose një ëndër që doni të realizoni, se kur ajo realizohet, atëherë javën e ardhshme të dashurit e mi, javën e ardhshme keni mundësi që diçka që ka të bëjë me punën tuaj, me ekonomi, financa ose me dashurinë të realizohet pikërisht atëherë, javën e ardhshme pra. Përshëndetje një peshme, ja ku jemi përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj, po dhe të muajit të ri, kështu që muaj të mbar dhe javë të mbar, ka për të qenë një muaj shumë interesant, po dhe shumë çlirues për pjesën më të madhe prej jush, si për juve që i përkisni dhjetëdhjetit të dytë të shenjës tuaj, që ke lindur deri afër datës 4 mars, juve të dhjetëdhjetit të parë akoma jeni me paterica, apo që keni për t'ia dalë shumë mirë, dhe sidomos aty nga fundi i muajit, ku diçka duket se do përgatitet, por ju po ta shikoni më tepër të realizuar brenda janarit, si mundësi realizimi. Ju të dhjetëdhjetit të fundit shpëtoni pavarësisht të problematikave me cilat të haseni nga situata e kaluara, persona, arrini objektivat tuaja, por nga fundi i muajit. Si do shtet për më shumë, sigurisht do më ndiqni në YouTube Zodiac Oracle me parashikimet e muajit kur të vi momenti. Për ju të gjithë që jeni të interesuar për të rezervuar takimin tuaj në privat, më shkruani në numrin WhatsApp 069 620 2290. Përsa i përket ditës së hënë, evitoni çfarëdo gjëje ju bën të ndjeni të pakët, të plogësht, të parealizuar, nuk e di, në faj me veten tuaj ose të ngecur diku. Pra, kur çdo do vi dhe do ju tregoj se sa të pakët jeni, të parealizuar jeni, ose se sa keni ngecur në jetën tuaj, mos e afroni fare. Pra, evitoni çfarëdo gjëje ju çon në mendime negative. Evitojini këto momente dhe këto situata. Përsa i përket ditës së martë, dita e martë sjell realizimin e një ëndre. Nuk do të jetë një frymëzim që vjen prej diku, mund të jetë një person që shfaqet në jetën tuaj dhe sjell përsëri atë shpresën e realizimit. Mund të jetë një propozim ose një ofertë që ju bëhet, mund të jetë një ëndër e juaja, një ndjesi pozitive që keni brenda vetes tuaj. Është një busull e brendshme që tregon se si duhet të orientoheni prej këtej në vazhdim, në mënyrë që të mund të keni sukses. Dhe suksesi besomeni ka për të ardhur dhe ka për qenë pikërisht brenda këtij muaji, po ua them. Por duke qenë se do të zgjasin këto situata, le të themi, është një realizim që do
nisi të paktën si ide ditën e martë, sigur do të zhvillohet edhe brenda këtij muaji, por do të arrijë deri në fund të shkurtit, ose mund të marrë edhe çik më tutje deri nga marsi, por rëndësi ka që do realizohet. Dhe ju në fund arrini realizimin e, shkosë, nuk po flasim për një ëndër të vogël, po flasim për një realizim jete këtu. Është diçka shumë e madhe, është një ëndër jete që më në fund bëhet realitet. Por si ide nis ditën e martë. Për sa i përket ditës së mërkur, dita e mërkurit tregon se nuk ka më kohë për të humbur, as nuk ka më kohë për të kthyer kokën pas, ça humbi, ça iku, ça humbi si kapitull. Prej këtej në vazhdim ju thret e ardhmja, ju nuk keni më kohë për të humbur, kështu që do punoni fort, do përvishni mendët, do qartësoni, do kthjellojeni, do vendosni objektivin tuaj, do të vazhdoni prej andej në vazhdim atje ku fati juaj po ju çon pa e kundërshtuar atë. Mundësitë e realizimit tuaja janë të panumërta, të pafundme, por thjesht ecni përpara dhe mos ndalni në çfarëdo lloj gjëje që ju ofrohet dhe ju propozohet, mundoni të thoni po, dhe mos keni frikë nga e panjohura, sepse është pikërisht ajo e panjohur që do ju çojë drejt realizimit tuaj më në fund. Për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte ju ndihmon të zgjidhni shumë lehtë, sidomos çështje dhe probleme financiare, sidomos juve që jeni femra. Këtu dikush ju ndihmon, dikush i cili është adhuruesi juaj ose është person i cili ju mbështet ekonomiko-financiarisht, duket se ju a bën gjërat më të lehta. Në çfarëdo lloj gjëje do të hasni vështirësi. Por, ju lutem shumë, mos t'ju gënjej mendja, ky person që po ju ndihmon të rimëkëmbeni ekonomiko-financiarisht ose që po ju mbështet thjesht për të qëndruar në këmbët tuaja ose po ju bën qejfet, kur nuk do mund të ishte personi i jetës tuaj. Do me thënë, kur nuk do të linte diçka të sigurt që ka në jetën e vet për të qenë me ju. Edhe deri aty mund të shpresoni, por më shumë jo. Ju që jeni meshkuj, duhet të kuptoni se pavarësisht se sa mund të mbështesni një femër të tillë, ajo kurrë nuk do të dëshirojë të jetë gruaja juaj. Do të thënë, nuk do arrini dot kur ta realizoni këtë gjë me këtë person. Në përgjithësi, pavarësisht ndarjes që i bëra, në përgjithësi, dita e enjte sjell thjesht realizim të objektivave pa u lodhur shumë, sidomos ato ekonomiko-financiare. Nga burime që nuk ka rëndësi, le të themi dhe këtë gjë. Pra dita e enjte kjo. Përsa i përket ditës së premte, dita e premte nuk e di për çfarë keni nevojë të kërkoni ndjes ju, apo të tjerë do vinë të kërkojnë ndjes juve. Unë di të them që ju keni zemër shumë të madhe, dhe po, dini të falni dhe do falni, por do lejoni më që individ caktuar që u lënduan të ktheni jetën tuaj, nuk besoj. Kështu që falja do të vi, sepse duke falur ata falni, ose të thuash bëni paqe edhe me veten tuaj dhe së thuash zhbllokojeni dhe veten motivisht, por që nuk besoj se do u jepni më mundësi kthimi apo rikthimi në jetën tuaj. Dhe ju, në qoftë se jeni duke kërkuar falje dikujt, mos pretendoni që të ktheni më me atë individ, do ju bëj qefin, do ju fali, por kaq. Nuk mund të shpresoni për më shumë se kaq. Kjo ishte dita e premte. Pastaj përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita që përballet njerëz me të kaluarën, me frikën, me pasigurinë, me gënjeshtrat, me mashtrimet. Dhe jemi afër datës, këtë se kur i bie data 5, po sidoqë të jetë në ndikimin e ënës së plot, sidoqë të jetë situata, dhe ju përballet njerëz pra tash me të kaluarën, me frikë pasiguri që buron nga vetë ju, me ankthin, juve që vuani nga ankthi, me anktin, stresin, me gënjeshtrat, mashtrimet, manipulimet, me kthime nga e kaluara, pse jo, dhe kujdes financat, kujdes shpenzimet, kujdes kush do i kërkoj, nuk japim borxhe, do thënë nuk ndihmojmë njerëz ekonomiko-financiarisht dhe as futemi as në situata të tilla sepse nuk do ja dalim dot të shkruajmë ato borxhe. Juve që po niseni në një udhëtim dhe jeni në ujë, sipër ujit ose në ajër, bëni kujdes. Nuk po them se nuk do arrini destinacion, po do jetë i çuditshëm udhëtimi. Kujdes mos u mbisni dhe sende personale, dokumenta, para, dhe përsa i përket dashurisë, prapë të dalini gënjeshtër, prapë të përballeni me situata nga e kaluara që mbase ndoshta menduat se ishin të shkuara, por realisht nuk kanë qenë ashtu. Dhe shumë prej jush mund të kuptoni se jeni mashtruar keq ditën e shtunë. Çfarë të them? Përsa i përket pastaj ditës së diel, dita e diel sjell ekuilibër në jetën tuaj. Do të thënë pavarësisht edhe gjës së fundit që duhet të kaloni dhe peripecisë së fundit me të cilën duhet të përballeni, dita e diel ju tregon se kaq ishte, duhet të humbisnit kaq shumë që të mund të shpresoni për një, të thuash,
fitim më të madh, projekte në vazhdim duke të keni mundësinë që të realizoheni edhe financiarisht, edhe përsa i përket karrierës tuaj, po dhe përsa i përket aspektit personal, kështu që dita e diel e vazhdimësia, projekte në vazhdim ju favorizojnë për çështje dokumentash, për çështje dashurie, për çështje financash dhe karriere, kështu që duhet të humbisni po kaq shumë ama që të kishit të realizime që do vinë pak më vonë. Ama në fund të fundit, pavarësisht humbjeve, arrihet stabiliteti. Këtë gjë ju sjell dita e diel. Për sa i përket pastaj realizimeve të mëdha, cilat do qofshin ato, ndërstuaj më të çmendur varet çka ka secili, se kur ajo realizohet brenda një viti. Brenda një viti prej tani, pra dhjetor me dhjetor, i themi në kësaj gjëje. Nis tani dhe do përfundojë vitin që vjen. Tani ka mund të jetë një fejes për shumë. Normale, tani do nisi do përfundojë vitin që vjen. Mund të jetë një fëmijë, mund të jetë një blerje një banese, mund të jetë çfarëdo lloj gjë qoftë, duket se nis tani edhe përfundon vitin që vjen në të njëjtën periudhë me shumë sukses.